Përshëndetje të nderuar dhe shikues, mirë se erdhët në jashtë kontrollit. Jemi sërish së bashku si çdo të hënë të martë të njëjtat të premte, ku fokus kemi aktualitetin politik në Shqipëri, Kosovë, rajon dhe gjeopolitik. Të premteve si gjithmonë jemi tek gjeopolitika. Kam ftuar mikun e emisionit Dritan Goxhaj. Dritan, kënaqësi që të kam. Kënaqësi është ime, faleminderit. Dritan, para se të dalim tek ajo që zakonisht diskutojmë, po thuhet që Franca po mendon të dërgojë trupa ushtarake, le themi, në terren në Ukrainë. Çfarë dim dhe çfarë nuk dim deri tani dhe si do ta komplikonte kjo situatën? Realiteti është që Franca ka marrë një vendim për dërgimin e forcave. Pra, le të themi forca ushtarake, por jo të forcave ushtarake. Pra, në këtë aspekt. Nëse mundet ju kam dërguar një dokument, ky dokumenti është gazeta zyrtare. Po, Journal officiel de la République Française. Po, gazeta zyrtare e Republikës Franceze, është gazeta që publikon të gjitha llojet e dekreteve, pra, siç është zyra publikime zyrtare në Shqipëri, pra edhe kjo merret që publikon dekretet, ligjet, gjëra, fundi. Edhe kjo bën këtë gjë, dhe kjo ka publikuar me datë 1 nëntor. Ka publikuar një dekret të datës 31 tetor të vitit 2025, në cilin përcaktohet qartësisht krijimi i forcave paralele ushtarake franceze në vende të treta, të cilat janë në konflikt, përcaktohet qartësisht në vende të treta, të cilat janë në konflikt, por me kush që këto forca që do të vendosen totalisht nën komandën e ushtrisë franceze, edhe të Ministrisë Mbrojtjes. Forcat që do jenë në terren janë totalisht në komandën e. Pra, dhe kjo do të thotë që kjo le hapësirë që në këto shtete, pra, nuk përmenden shtetet, por në këtë rast nën kuptohet se kush është vendi i tretë. Ukraina është vendi i tretë, NATO është vend në konflikt, Ukraina. Për ato është diskutuar. Dhe në Franca me ligje ka ndaluar mercenarizmin dhe kompanitë private ushtarake nuk ekzistojnë në Francë. Siç janë në Shtetet e Bashkuara fjala vjen. Ka disa kompani franceze, po që janë të regjistruara në Irlandë dhe në një vend tjetër. Në ishujt janë në disa ishuj francezë që Peloponezie, këto që janë jashtë Republikës Franceze, pra që lejohet atje. Dhe ky vendim, ky dekret bën fjalë për ish veteran pra të ushtrisë, pra ish pjesëtar të forcave të ushtrisë, të cilët bëhen pjesë e kësaj vendarie dhe për nevoja të qeverisë franceze në bashkëpunim me vendin e tretë i cili është në konflikt. Këto forca vendosen në vendin i cili është konflikt dhe mënyrën se si vendosen, mënyrën se si veprojnë dhe gjithçka tjetër varet nga Shtabi i përgjithshëm dhe nga Ministria e Mbrojtjes e Republikës Francës. Pra Franca ka krijuar një lloj hapësire ligjore për të justifikuar dërgimin e forcave ushtarake atje. Pra jemi në nuk do dërgoj forcat aktuale, pra nuk do dërgoj në kuadër të forcave aktuale franceze, po do dërgoj si kompani private për interes shtetit francez në kontratë me qeverinë ukrainase. Por këto forcat do veprojnë në kuadër të komandës franceze totalisht. E qartë. Pra, po mundohet në atë mënyrë që të dalin ajo që ka thënë Rusia, që thotë që çdo lloj force franceze, gjermane, huaj që mund vinë do ta konsiderojmë forcë luftarake, do ta godasim. Dhe tashmë po mundohet të thotë që kjo forcë nuk është forcë direkt ushtarake franceze, pavarësisht në komandën e Francës, por ama çdo lloj force armatosur atje. Sërish do të goditet njësoj. Këtë e thotë Rusia. Po, absolutisht. Por kjo nuk e bën Francën, le të themi, jo, kjo e bën Francën automatikisht përgjegjëse ka dërguar trupa zyrtarisht. Absolutisht e bën përgjegjëse zyrtarisht sepse është vendim zyrtar, i publikuar në fitore zyrtare, është dekret zyrtar i presidentit, i publikuar në fitore zyrtare, dhe fakti që këto forca do të jenë nën komandën direkte të shtabit përgjithshëm dhe të Ministrisë së Mbrojtjes franceze, pra të qeverisë franceze, e implikon direkt në rast se do të mungonte kjo fjali. Automatikisht ti mund të thoshe që nuk kishte justifikim që Franca nuk përgjegjese për të. Në çpik si le të themi si e përshkallëzon le të themi apo si e ndryshon nuk ndryshon asgjë, nuk ka për ndryshuar asgjë, thjesht ka për të Franca po tenton të bëjë atë që ka bërë gjithnjë që të fusit forca kryesisht betlla për në Odesa, pra ti përqendroi në Odesa. Këtu është gjithë problemi i saj dhe do tentoj në reagimin rus. Pra, a do të reagojnë rusët, a e kanë këtë si punë atyre vijave të kuqe që disa herë i kanë shtyre dhe i kanë fshire nuk i kanë ashtu, apo me të vërtetë do të reagojnë. Pra, unë mendoj që francezët do ta testojnë, pra është një lloj testimi që po bëhet në këtë aspekt.
dërgimi i trupave. Dërgimi i trupave. Që nëse rezulton i suksesshëm Dritan, nënkupton që Europa do dërgoj trupat tjerë në këtë. Në rast se francezët rezultojnë suksesën francezët, pra në rast se rusët nuk do t'i sulmojnë këto trupa, nuk do t'i azgjësojnë vendodhen e këtyre trupave, ashtu siç kanë premtuar, atëherë çfarë do lloj force tjetër që do të shkojë nga Bashkimi Evropian, nga vendet e Bashkimit Evropian në drejtim të Ukrainës, do të jetë në kuadër të këtij menaxhimi francez. Të këtij modeli. Dhe kjo, ajo që them unë është që si e komplikon raportin e Rusisë me Europën. Aktualisht komplikon marrëdhënien diplomatike, pra aktualisht Evropa nuk ka asnjë marrëdhënie diplomatike me Rusinë, pra edhe Franca në to. Por ky lloj veprimi e fshin edhe mundësinë më të vogël të idesë të një marrëdhënie diplomatike në të ardhmen. Që do të thotë e çon le të themi konfliktin. Jo, konflikti mbetet në Ukrainë, sërish nuk do të dalë, nuk do të kemi një konflikt midis Rusisë e Evropës, do të mbetet në Ukrainë, pra Rusia do të godasë vetëm ato forca që hyjnë në territorin e Ukrainës dhe nuk do të godasë forca të tjera që janë jashtë territorit të Ukrainës. Pra nuk do të godasë përqendrimin e këtyre forcave ta zëmë në Francë ose diku tjetër, por do të godasë vetëm në momentin që vendosen në Ukrainë. Pra konflikti mbetet brenda Ukrainës, por ana politike dhe diplomatike nuk ka më në të ardhmen një marrëdhënie diplomatike ose politike midis Evropës dhe Rusisë, pra mbetet kështu dhe shkojmë në atë pikë që sërish vetëm Amerika do të flasi edhe për Evropën. Pra nuk do ketë komunikim dhe mungesa e komunikimit është i jep të drejtën Amerikës që ta marrë atë të drejtë Evropës për të komunikuar në emër të saj. Ndërkohë, Dritan, në çpik jemi në terren, për sa i përket zhvillimeve në terren. Zhvillimet në terren pra për rusët po ecin në mënyrë të përshpejtuar, kemi atë që në 3 vitet e fundit luftës, rusët pothuajse kanë bërë 1 ose 2 operacione mësymse, pra operacione sulmuese të nivelit operacional në Ukrainë. Kurse aktualisht prej fundit shtatorit ose prej mesit shtatorit të këtij viti, Rusia ka nisur në të gjithë linjën e kontaktit të frontit, pra në të gjithë linjën për 1400 kilometrash, pra në gjithë kjo linja duke nisur që këtu. Po. E deri këtu. Është 1400 kilometra. Kjo vija e frontit. E ky 1400 kilometrash, rusët kanë nisur prej mesit shtatorit njëkohësisht 9 operacione ofensive. 9 operacione ofensive. Aktualisht dhe janë duke kryer 9 operacione ofensive të nivelit operacional dhe taktik së bashku. Në drejtime të ndryshme. E qartë. Dhe është hera e parë që po e bëjnë këtë. Normalisht po e bëjnë për arsye se kanë rritur numrin e forcave tyre ushtarake, kanë rritur cilësinë e forcave tyre ushtarake, sepse deri më përpara, pra aktualisht çdo lloj vullnetari në ushtrinë ruse nuk kalon në front pa bërë një trajnim 6 mujor, pra shkojnë në fillim për trajnim 6 mujor dhe pastaj vinë front. Pra cilësia kurse trupat ukrainase maksimumi 2 javë bëjnë trajnim. Pra për 2 javë ti ushtarit i mëson vetëm të kthehet majtas djathtas asgjë tjetër. S'ka çmë zon tjetër. Dhe rritur edhe cilësinë dhe sasinë e zjarrit, të mbulimit me zjarr, që kanë. Prandaj kemi në këtë rritje, aktualisht aty ka dhënë mundësi që të nisin këto operacione njëkohësisht, operacione të cilat në rast se vazhdojnë pa ndërprerje në mënyrën siç janë tashti, pavarësisht se ecin në mënyrë graduale por konstante, atëherë do të sjelli brenda një 6 mujori, duke folur nga sot, brenda një 6 mujori, thyrjen totale të gjithë frontit të forcave ukrainase. Dhe atëherë do të kemi një fragmentizim më të madh të frontit, sepse bie fronti, nuk ka më kapacitet mbahet, dhe pastaj nuk ka më njëri që i ndalon rusët deri te lumi i Dnjepër. Në Pokrovsk si po shkon situata Dritan? A u mbyll ajo? Jo, nuk e mbyllin atë, nuk kjo vazhdon të jetë e hapur, e mbyllin në Pokrovsk kanë marrë edhe këtë pjesën e qytetit këtu, kanë hyrë në Mirnograd, pra në Mirnograd e kanë mbyllur këtë xhepin e vogël këtu, këtë xhepin taktik këtu, por vazhdon mbetet akoma një xhep ashtu. Aktualisht numri të atyre që dorëzohen forcave ukrainase ka vazhduar të rritet për çdo ditë. Kemi sasira të mëdha, pra nga 20 nga 30 veta që dorëzohen. Në këtë territor këtu. Në këtë territor, sepse normalisht nuk kanë zgjidhje tjetër, pra ose do vdesësh ose do dorëzohesh. Dhe normalisht që ti kur nuk ke dalje tjetër, dhe më e mira është të jetosh edhe një ditë më shumë se sa të vdesësh për diçka që e shef që është e humbur. Ndërkohë te ajo harta tjetër regjia vazhdojnë sulmet mbi Kiev Dritan. Sulmet nuk kanë qenë vetëm mbi Kiev, sulmet kanë qenë këtë radhë, kanë qenë pothuajse mbi gjysmën është diçka për interesante. Pothuajse për një javë sulmet kanë vazhduar mbi të gjithë të pjesën e territorit lindor, pra nga Kievi edhe këtej, kurse pjesa perëndimore nuk është goditur.
Pra ka pasur tek tuk në një goditje, po jo goditje se lexova me raketa Kinzhal. Po absolutisht, pra nga Kievi e këtë gjithë kjo pjesa perëndimore ka qenë në valin e goditjes të disa llojeve të raketave, të disa llojeve të dronëve. Bilezëm dje është eksperimentuar për fjalë përdorur edhe një dron i ri që ata e kanë eksperimental. Pra është një nga këta Shahid 6, po që ka një numër tjetër Geran 6, për arsye se përdor motor reaktiv tashmë, dhe ka edhe reduktim të zhurmës, nuk përdor GPS. Pra ka një neuron, pra nuk bëhet llap për inteligjencë artificiale, por bëhet llap për neurone elektronike, të cilat i japin mundësi të identifikojë objektivin dhe të zgjedhë objektivin. Pra, dhe njëkohësisht bën edhe punën këto lloj dronesh që kanë futur që po i përdorin për të parë, bëjnë edhe janë edhe dron kamikaz, po njëkohësisht janë edhe dron vëzhgues. Pra, mbledhin të dhëna dhe i kalojnë, edhe plus janë edhe kamikaz në fund, pra përdoret edhe si kamikaz. Vazhdon ajo goditja për të goditur dhe për të shkatëruar totalisht kapacitetin industrial dhe energjetik të Ukrainës, sepse në rast se ti bllokon kapacitetin industrial dhe energjetike, atëherë nuk ka mundësi të mbaj frontin dhe të furnizoj frontin e saj me të gjitha nevojat e mundshme, në kohën e dur dhe në mënyrën e dur. Ndërkohë, Dritan, e ridëgjova prap këtë çështjen e murit të dronëve që po ndërton Ukraina. Ne e kemi diskutuar këtu, por duket sikur ka domthonë është ndryshe nga ajo që kemi folur. Për çfarë bëhet fjalë? Regjia duhet të kemë edhe pamje aty. Nuk bëhet llap për atë llojin e dronit, e murit të dronëve të cilët ka projektuar Ukraina, kjo është një lloj tjetër. Po. Është muri i dronëve i projektuar nga jo i projektuar, po i nxitur nga Bashkimi Evropian. Pra Bashkimi Evropian dhe vendet e Bashkimit Evropian kanë dalë me një projekt të tyre për të krijuar një mur droni në Bashkimin Evropian në rast të një sulmi nga Rusia, pra. Dhe para 3 muajsh NATO hapi një konkurs të mirëfillt për kompani private të cilat do të sillnin projekte tyre për këtë dron. Dhe këtë konkurs e fituan 3 kompani. Njëra prej tyre është kompani franceze, e cila tashmë është e para, është një kompani startup, pra nga ato kompani startup e fillestare, që ka ecur me këtë projekt. Kompani franceze quhet Atreud diçka tillë. Dhe ka një sistem që quhet DWS-1, parashikon që njëkohësisht fluturojnë 200 drone në një komandë të inteligjencës artificiale. Këto 200 drone komandohen nga 2 operatorë, pra secili komandon 100 drone nga këto operatorët, dhe ideja është që këta drone të sulmojnë jo vetëm dronet e tjera, por të sulmojnë edhe bombat e drejtuara dhe të pa drejtuara që lëshojnë avionet rusë kundrejt objektive Ukrainas. Është eksperimental, është përdorur, pra është tentuar eksperimenti i saj në Evropë në aspektin teorik dhe në aspektin kompjuterik. Për herë të parë do të testohet edhe në aspektin fizik në Ukrainë. Pra për herë të parë do testohet në aspektin fizik në Ukrainë. A mund të shihet rezultate se çfarë mund të bëj? Jemi në atë fazën në cilën, nëse mbani mend, në fillim të vitit Ukraina deklaroi që është e hapur për çdo lloj vendi të botës që të testojë në Ukrainë çdo lloj sistemi ushtarak që ata duan. Dhe kjo është pjesë e kësaj, pra NATO aktualisht, dhe kjo po testohet në kuadër të NATO-s. Sepse është kompani e cila ka fituar tendrin për këtë prodhim në NATO, pra ka fituar. Kjo është në kuadër të NATO-s. Është në kuadër, dhe ky testim është në kuadër të NATO-s në Ukrainë. Pra është NATO duke testuar, sepse kompania është një nga kompanitë që ka fituar të drejtën për të prodhuar një sistem të tillë në kuadër të NATO-s. Sa mund është efikase mund të jetë? Duhet parë, nuk e di, problemi e këfaqësisht ka të bëjë edhe me çështjen e ekonomisë. Një dron i tillë, një dron që juve shihni i tillë aty kushton $4,000. 4.000 deri $5.000. Një dron i këtij lloji. Një dron i këtij lloji. Dhe duke qenë se ti përdor 200 dron, pra ngrihen njëkohësisht, veprojnë njëkohësisht. Këto janë dronë Dritan vetëm për informacion. Këta janë dronë FPV, të cilët njëkohësisht funksionojnë first person view. Pra janë dronë që përdoren me atë që vjen me syze që vjen dhe ti i drejton në mënyrë. Prandaj quhen first person view, pra dronë që komandohen nga një person që ka direkt first person view. Dhe përdoren për të goditur, përdoren edhe për të goditur, po përdoren edhe për të mbledhur informacion. E qartë, jo, si funksionon, pse quhet mur fjala vjen? Po sepse funksionojnë në grup, pra shitje shefta ngrihen 100 dronë njëkohësisht. Dhe këta 100 dronë ecin në blok. Janë të integruar dhe kanë secili funksionin. Në momentin që identifikojnë një objekt ajror
siç po bizedohet një raketë ose një bombë. Atëherë këta e sulmojnë bombën. Pra 1-2 prej këtyre dronëve 3, këta kanë edhe kështu përmbajtje eksplozivi, pra nuk di sa gram eksploziv kanë brenda, dhe godasin bombën dhe pretendohet që këta të arrin të shkatërrojnë këto bombat në ajër. Është një sistem që thashë nuk është përdorur asnjëherë. Për herë të parë po testohet në Ukrainë. Po përse po testohet tash ky sistem? Po testohet për arsye se para 2 ditësh Rusia miratoi krijimin e një nuk mund ta quajmë edhe armë të re, krijimin e një force të re, forca e mjeteve të pa pilot, pra të dronëve. E ka krijuar si forcë më vete. Pra siç janë forcat ajrore, forcat toksore, forcat detare. Po, u bë dhe edhe kjo është forcë më vete. Forcë unmanned, që quhet, pa pilot. Po, është forcë më vete e krijuar, pra është themeluar me kohë, po u deklarua publikisht para 2 ditëve. Si forcë robotësh. Absolutisht, funksionon me të gjitha, pra është forcë unmanned, pra pa pilot dhe llogaritet për të gjitha mjetet pa pilot në tokë, në ajër dhe në det. Pra këtë punë bën. Dhe brenda kësaj force ka një sektor të caktuar i cili është sektori i luftës së dronëve kundër dronëve. Pra kur neve i themi kështu, duket sikur po flasim për fantashkencë, kemi parë dikur filma fantashkencor, po ky është realiteti që po ndodh aktualisht në terren në Ukrainë. Pra ky sektori merret me dron, të cilët identifikojnë dron Ukrainas në terren dhe e rrëzojnë dronin Ukrainas. Ka filmime. Dron antidron. Dron antidron. Pra kemi 2 operatorë të cilët rrinë të ulur diku të rreth 60 deri 70 kilometra larg njëri tjetrit ose edhe 100 kilometra larg njëri tjetrit dhe komandojnë dronët në ajër të cilët luftojnë me njëri tjetrin. Pra është njësoj dhe absolutisht ashtu është PlayStation sepse të dy shohin në televizor, pra atë çfarë po ndodh, pra e luajnë e njëjta gjë është, pra atë që luanin njerëz fëmijët nëpër televizor atë PlayStation luftrat, tashmë ajo ka shkthyer në gjë reale në Ukrainë. Në Ukrainë po bëhet realisht, po ndodh realisht kjo lloj fantashkencë që ne fëmijët e lozin në televizor ajo që quhet PlayStation. Ja, me dronit pak a shumë media kanë lidhje me këtë, po kanë lidhje me këtë, janë një gjë. Në këtë mënyrë qëndron operatori dritan edhe ky është një operator për një dron, pra ky është në terren direkt. Normalisht që nuk duhet të qëndrojë kështu, operatorët janë të dy operatorët, edhe ata ukrainas edhe ata rus, janë në për dhoma të mbyllura, në për ambiente të mbyllura, pra nuk qëndrojnë në ambiente të hapura, për arsye se një nga detyrat e dyja palëve është identifikimi i qendrës së komandimit. Te aty është truri. Dhe rusët kanë edhe një njësi tjetër brenda kësaj force që kanë krijuar për identifikimin e vend komandave dhe vend lëshimit të dronëve. E qartë. Pra jemi në këtë luftën e inteligjencës artificiale, e teknologjisë. Pra këtu aktualisht kemi kaluar në këtë pikë. Por e frikshme çfarë po ndodh në realitet, sa e ka transformuar ushtrinë. Shiko, çështja e dronëve ka transformuar totalisht rolin e ushtrisë, ka transformuar totalisht mënyrën dhe konceptin e të bërjes luftës aktualisht sot, mënyrën e lëvizjes luftës, të përqendrimit trupave, të formacioneve, të mënyrës së lëvizjes së formacioneve, të mënyrës së goditjeve, pra ka ndryshuar totalisht operacioni në nivelin operacional dhe taktik. Pra këto lloj dronësh. Edhe taktik? Edhe taktik, sepse pse kemi taktik, sepse çdo njësi aktualisht ka një ose dy operatorë dronësh. Pra çdo skuadër, çdo tog ka 1, 2 ose 3 operatorë dronësh, të cilët dhe çdo njësi mund të ketë 20-30 dronë. Ka njësi që kanë edhe 100 dronë. Çfarë është dritan se mund të flasim kur themi njësi, mund të them çdo skuadër, pra skuadër me sa persona. Pra një skuadër ka 11 veta, dhe kësaj skuadre ja tashohet 1 ose 2 operator dronësh. Dhe kjo skuadër mund të kenë posedimin e saj nga 2-3 deri në 20-30 dronë, pra varet se sa kanë kapacitet të mbajnë në këtë aspekt. Dhe këto dronë përdoret, pra kemi dronin në të gjitha nivelet, dhe ky është niveli taktik, skuadra, toga, kompania, batalioni dhe brigada i përkasin nivelit taktik. Kurse divizioni dhe armata i përkasin nivelit operacional. Dhe secila nga këto ka njësitë e veta të dronëve që operojnë në nivele të ndryshme.
këtu është Zelenski në teren, normalisht këto janë më duket se ka shkuar. Po nuk ka rëndësi, këto janë gjëra që bëjnë edhe dyja palët për të rritur moralin e forcave të tyre. Pra është kjo ka ndodhur që me luftrat e para të njerëzimit, deri me luftrat e para të njerëzimit, komandantët ishin gjithnjë në balë të luftës, me ndryshimin e taktikave të luftës, me futjen e armëve të gjata, me futjen e topave, armëve të cilat ti mund godasësh edhe pa parë armikun, ka ndryshuar tashmë komandantë e luftës, nuk rrinë në vijën e parë të frontit, por rrinë më të tërhequr, por gjithnjë vizitojnë vijën e parë të frontit, pra ka ekzistuar gjithnjë kjo. Kemi parë gjitha këto gjatë luftës parë, gjatë luftës dytë, pra nuk është diçka që është për tu theksuar, e bëjnë edhe rusët edhe ukrainasët, e kemi parë shpeshherë edhe Putinin edhe shefin shtabit i tij që të shkojnë nëpër pika. Vishën me kamuflazh dhe paraqiten. Është një sjellje normale për të mbajtur dhe për të rritur atë moralin e forcave të tua dhe për treguar që ti je pranë tyre edhe pse ndodhesh me kohë gjatë me mijëra kilometra larg. Nëse rezistenca apo vazhdon dritan, apo është në Shiko, kemi të bëjmë me një rezistencë e cila është një rezistencë vetvrasë, një rezistencë pa kuptimt, me humbje njerëzish të pa justifikueshme. Është e pa justifikueshme humbja e njerëzve kur ti shef që në momentin që trupat e tua janë bërë pjesë e një thesi operacionale automatikisht në të gjithë doktrinat ushtarake është lëshimi i territori dhe tërheqja e trupave në një vijë tjetër më të përshtatshme. Në momentin që ti nuk e bën këtë, atëherë i ke dënuar trupat e tua me vdekje. Dhe kjo në çdo lloj ushtrie të rregullt, tërheqja me vonesë e trupave, dhënia me vonesë e urdhrit ushtarak përbën pjesë të shkeljes të veprimtari kriminale në aspektin e kodeve ushtarake. Në aspektin e kodeve ushtarake? Në aspektin e kodit penal ushtarak është veprimtari kriminale, lëshimi i urdhrave me vonesë, pra se me këtë merret, pra lëshimi i urdhrave me vonesë, tërheqja e trupave me vonesë, futja e trupave në një drejtim ose operacion pa mbështetjen e dur, pa miratimin e dur, pa analizën e dur ushtarake të mjeteve dhe të shërbimeve që ti ke në terren dhe në shërbim për të garantuar sigurinë e forcave të tua, si në sulm, si në mbrojtje, si në tërheqje. Dritan, ndërkohë nga Rusia do kalojmë në Gaza sepse Rusia ka propozuar rezolutën e saj për sa i përket se si duhet funksionojë, le të themi, ajo një mision, po themi, kombeve të bashkuara në Gaza. Si e vlerëson këto, ndërkohë që dihet që ka dhe një draft të Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Nuk e vlerësoj për arsye se jam skeptik në këtë lajm. Ky lajm ka dalë vetëm nga Reutersi. Edhe Reutersi thot aty nuk do të thot nga burimet të cilat nuk duan të identifikohen në një pikë, kurse në një pikë thot ne pam një shënim, pra Reutersi pa një shënim të ambasadorit rus në Kombet e Bashkuara. E quaj burim të pasigurt për arsye duke qenë se Reuters i përket atij deep state-it të thellë amerikan, mjafton të shohësh se kush është drejtori i Reutersit, është ish drejtori për 25 vjet i shërbimit të kundërzbulimit të FBI-s, pra e kupton se me këtë bësh. Dakor, por nëse do ishte, nëse është e vërtet, kemi një gjë. Prandaj po them, për mua nuk qëndron e vërtet deri në momentin sepse ky lajm i Reutersit ka dalë dje. Po. Dhe deri më sot nuk kemi asnjë deklaratë, deri në këtë moment që po flasim bashkë, nuk kemi asnjë deklaratë as të ambasadorit rus në Kombet e Bashkuara dhe as të Ministrisë së Jashtme të Rusisë në Kombet e Bashkuara. Atëherë tash është bërë Dritan? Çfarë ose si do ta komplikonte do të rreshtoj sa të duash. Problemi është i tillë që si do ta komplikonte. Para 15 ditësh Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë paraqitur një draft në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të miratuar për çështjen e asaj forcës sigurisë që ata duan të bëjnë në Gaza. Ka informacion për këtë draft? Po, drafti është publikuar. Është publikuar? Është publikuar në disa gazeta, në disa... Po jo, a do jenë ushtarët turq pjesë e... Nuk përcaktohet lloji forcë, pra përcaktohet që jo, nuk është përcaktuar, nuk janë vënë emrat e vendeve të cilat do të vendosin, është kërkuar mbrojtja ligjore e kësaj force dhe mandati i saj të jetë me mandat të OKB-s. Pra, në këtë aspekt përbën drafti, po nuk ka të përcaktuar saktësisht, pra nuk ka detaje në të se kush. Këtë aspekt dhe përcakton edhe që gjithë kjo do komandohet nga një bord paqe dhe pas 5 ditësh të propozimit të këtij drafti ka pasur deklarata publike nga Rusia, Kina dhe Algjeria në Këshill të Sigurimit, të cilat kanë depozituar në Këshill të Sigurimit, pra e kanë deklaruar që kanë depozituar në Këshill të Sigurimit shënime
me rastin e këtij drafti, në të cilat kërkojnë sqarime dhe detaje, kanë kërkuar sqarime dhe detaje për bordin, pra si është ky bordi, kush do organizohet, si do jetë, si do komandojë, si do funksionojë, kanë kërkuar transparencë për bordin dhe kanë kërkuar edhe mënyrën e funksionimit të kësaj force, si do organizohet, ku do ketë, cila do të komanda, si do, pra gjitha këto. Dhe e para ka dorëzuar Rusia këto shënime, pra ka përcaktuar që kemi dorëzuar shënime për këtë, dhe Kina dhe Algjeria i kanë dorëzuar më mbrapa. Dhe unë mendoj që Reuters po los në këtë aspekt që këto shënime i ka quajtur draft. Pra këto janë bërë publike që ata kërkojnë shpjegime për mënyrën si do funksionojë. Në mënyrën se ti kërkon shpjegime, mendoj që Reuters po los me këtë për të krijuar atë idenë që kemi një përplasje në Këshillin e Sigurimit për çështjen e Gazës midis Rusisë dhe Amerikës për problemin e Gazës, për paqen në Gaza. Ko që nuk shoh ndonjë përplasje në këtë mënyrë për arsye se në momentin që Trumpi bëri deklaratën publike, pra që doli për 20 pikash, edhe që fillmos Rusia ishte ndër vendet e para e cila publikisht e mbështeti dhe tha edhe me deklaratë zyrtare që ne e mbështesim planin për 20 pikash Trumpi, pra dhe në këtë plan flitet edhe për këtë. Po tashmë thjesht po kërkohet që pikat e këtij plani të jenë më transparente, pra në kur ti e propozon OKB, atëherë ma bëj transparent në këtë aspektin që thoni ju, cilat do jenë forcat, si do funksionojnë forcat, sa do shëhet secili shtet, cilat do jetë komanda. Nuk kemi një përplasje. Prandaj nuk shoh përplasje. Pra kjo ka ndodhur deri më sot. Nuk kam dieni deri tash në momentin që flasim që Rusia të ketë propozuar një draft më vete. Por di dhe është deklaruar për tyre që kanë depozituar shënime, pra depozituar shënime me draftin për shkak të draftit amerikan, pra shënime të cilat kërkojnë sqarime mbi draftin që ka propozuar Shtetet Bashkuara të Amerikës. Se Shtetet Bashkuara të Amerikës para 15 ditësh e kanë propozuar draftin dhe ja kanë shpërndarë të gjithë anëtarëve të Këshillit të Sigurimit, atyre permanent dhe jo permanent. Që kur pritet drejtan çfarë dim për draftin, kur pritet që po tash nuk ka datë, pra drafti mbetet diskutohet dhe sërish Shtetet Bashkuara të Amerikës mbesin pastaj që nuk e di sa është lënë koha, pse nuk ka të përcaktuar pra kohën në të, nuk e di sa kohë ka lënë që shtetet të kërkojnë, por mendoj që duke qenë se kemi shtete të cilat kanë kërkuar sqarime, pra do vinë sqarimet, do konkludojnë sqarimet, do shihen sqarimet, ndoshta mund të ketë pyetje të reja, dhe pastaj në rast se bien dakord se kështu funksionon në Kombet e Bashkuara, atëherë caktohet një ditë për të hedhur në vot drafti ose jo, pra nuk funksionon, hajde unë hedh draftin dhe hajde të gjithë tash ta votojnë. Ndërkohë në këtë mënyrë është funksionaliteti i dokumentacioneve dhe drafteve të çdo lloj propozimi në Këshillin e Sigurimit. Por Reutersi është duke përdorur këtë për qëllime politike të caktuara. Ndërkohë në terren kemi informacion drejtan çfarë po ndodh, si është situata, në terren, situata vazhdon të jetë siç ka qenë. Domethënë një grup prej luftëtarëve të Hamasit kam lexuar që mbetet i bllokuar tek ajo zona që zona me të verdh që themi që është në po kanë mbetur para dje dhe pardje ka pasur përplasje me disa grupe dhe forcave izraelite. Pardje kanë mbetur 2 ushtarë izraelitë të plagosur, dje kanë mbetur sërish një 4 ushtarë izraelitë të plagosur për arsye se kanë sulmuar me kundërtang një mjet të ushtrisë izraelite. Ushtria izraelite ka kërkuar dorëzimin e tyre. Pra dorëzimin e armëve dhe dorëzimin e tyre, ndërkohë që Hamasi ka thënë që nuk do dorëzohen për arsye se kjo është shkelje e marrëveshjes që kemi. Pra nuk kemi dorëzim, pra ti ndërpresim luftimet dhe ne kërkojmë Hamasi ka kërkuar korridor të lirë për daljen e forcave të tyre. Kurse Izraeli nuk ka pranuar dhe Hamasi e quan të shkelje të marrëveshjes të nënshkruar të fazës parë, kurse izraelitët nuk e quajnë të shkelje të marrëveshjes, por nuk do të ndodhi dorëzimi i tyre për arsye se Parlamenti izraelit miratoi para 3 ditësh përfundimisht një ligj të posaçëm me shumicë votash, ligj i cili përcakton qartësisht që çdo lloj veprimtarie, çdo lloj personi, çdo lloj veprimtarie e armatosur kundër forcave izraelite, kundër forcave izraelite dhe shtetit izraelit, në momentin që kapet dënohet me vdekje. Pra, çdo luftar i Hamasit tashmë e mbrapa që mund i dorëzohet Izraelit, ata rrezikojnë të ekzekutohen. Që bën gvirin e pashme duke shpërndar baklava, po. Dhe për ligjin shpërndante baklava, e cila është arabe, nuk është as izraelite. Pra kjo është ai ligji që shpërndante. Prandaj në këtë pikë luftëtar po thua, po, është ligji përcakton qartësisht. Pra është një ligj që bëri Gjermania naziste në 43-shin. Në 43-shin, deri në 43-shin Gjermania naziste të gjithë luftëtarët e tjerë i arrestonte, i mbante, përkurse në 43-shin nxorri një vendim të posaçëm Hitleri ku çdo lloj veprimtarie ushtarake armatosur kundër forcave gjermane pushkatohet në vend. Dhe edhe këta kanë bërë të njëjtën gjë siç bën Hitleri. Pra çdo lloj veprimtarie ushtarake ndaj pushtuesit pushkatohet. Pra nuk kam, e kanë quajtur dhe kanë marrë dhe ligji thotë që dënohet me vrasje. Po, e pash. Pra e përcakton qartësisht. Pra jemi sërish Izraeli është në nivelet e nazizmit. Tash jemi korrekt. Ka filluar të, po jo se është
Si ka le filluar? themi, ka kaluar le themi një nga filtrat e Jo, u miratua ligji, filtrin e kthimit- kaloi para 3 javësh. U miratua para 2 ditësh ligji. Ligji u miratua Para 2 totalisht. ditësh Po, miratua. u miratua me votim. Filtrin e kaloi para 3 javësh filtrin. Tani jemi Tashmë ishte është para fakt. 3 ditësh ishte miratuar, ishte votimi në parlament dhe u votua dhe është fakt ligji. Tani është Ligji fakt. hyn në fuqi në momentin që do të botohet brenda 14 ditëve duhet botohet në fletoren zyrtare dhe hyn me njëherë në fuqi. Po, se kisha këtë Pra, informacion, është se ligji. informacion vetëm që unë mendova si Jo, është ligji, ajo është. fillimi. Kjo ka qenë, fillimi është diskutuar para 3 javësh. Tashmë ligji u miratua dhe hyn në fuqi kur të botohet fletore zyrtare. Pra për 14 ditë ligji hyn në fuqi. Dakor. Pra jemi kthyer pra nazizmin siç e kishim në Gjermani, se kemi tashmë në Izrael. Dritan, ndërkohë Pentagoni, le të themi, ka dhënë alarmin ndërkohë që administrata Trump po nxiton të përmbush një marrëveshje me Arabinë Saudite për sa i përket blerjes së F-35-ave. Dhe inteligjenca amerikane i friksohet faktit që Kina, duke qenë se ka një marrëveshje me Arabinë Saudite, mund që le të themi të marrë sekretet e këtyre që konsiderohen stealth jets, avion të padukshëm. Si e vlerëson këtë, Dritan? Nga ana teknike, Pentagoni ka një drejtë, sepse nuk është çështje se Kina i merr shumë kollaj këto, duke qenë se Arabia Saudite aktualisht sistemin e mbrojtjes kundërajrore, pra gjithë radarët i ka kinez. Ka sistem mbrojtjes kundërajrore kineze. Gjitha sistemet... Po, hiç ka disa Patriot, radar Patriot që ka dhënë një ka dhënë Greqia, Arabi Saudite borxh për përdorim. Ka vendosur edhe Amerika 2 sisteme Patriot, kurse pjesën tjetër që e ka bler vet nga viti 1984 këtej e ka kineze. Pra mbrojtje kundërajrore, edhe raketat, edhe radarat i ka kinez. Dhe normalisht në momentin që F-35 do fluturojë, normalisht që radari ndizet, sepse radari duhet ndizet. Dhe ky radari fluturon, pra i merr të gjitha të dhënat e këtij avioni. Radarët kinez që janë aktualisht në përdorim të Arabi Saudite. Në momentin që avioni do fluturojë për nevojat e Arabisë Saudite, pra kur në momentin që fluturon çdo avion ti ngren hap radarin tënd. Po. Edhe kur fluturon avioni dhe ky radari është kinez. Dhe ky radari do t'i marrë të gjitha të dhënat e këtij avionit. Pra konfigurimin e avionit, mënyrën e tij, shpejtësinë gjitha dhe i merr radari kinez. Dhe ky radar kinez duke qenë se mirëmbahet nga Kina, që është marrëveshje, kinezët në një moment caktuar do të vinë dhe në momentin që më të parë që të vinë për të bërë mirëmbajtjen, do t'i marrin sepse radari i mban gjitha ato të dhëna, i depoziton. Dhe normalisht i marrin këto të dhëna dhe automatikisht në atë moment avioni F-35 për atij momenti nuk ka më vlerë për shkak të Amerikës në një përplasje nesër me Kinën, po edhe me Rusinë sepse atëherë to të dhëna këtij avioni do të përdoren nesër për çfarë do lloj radari dhe avioni nuk është më stilth. Nuk është më i padukshëm, por bëhet i dukshëm. Absolutisht nuk ka më asnjë vlerë. Pra kjo është problematike e madhe, prandaj them që Pentagoni ka një drejtë në këtë aspekt cili kanë hyrë, sepse kjo është pika, jo se sauditët do t'ja japin të dhënat e avionit kinezëve. Po. Por aktualisht për shkak se ndodhen radarët kinezë aty, dhe ka radarët kinezë mbërmbahen nga Kina, automatikisht merr radarit gjitha të dhënat në momentin që fluturon avioni, pra konfigurimin, shpejtësinë, po dëndësinë, gjithçka në radar. Domethënë, si do zgjidhet kjo? A do bllokohet kjo marrëveshje apo do detyrohet Saudia që të marrë pastaj sisteme antiraketore? Jo, që të marrë sisteme antiraketore amerikane, nuk ka sisteme antiraketore amerikane, pra përveç Patriotit, sisteme të tjera antiraketore nuk ekzistojnë. Pra në mënyrën se si e ka të mbrojtjen kundërajrore. Mbrojtje kundërajrore aktualisht të mirëfillt kanë vetëm Rusia dhe Kina dhe Irani që ka prodhuar një mbrojtje kundërajrore të vetëm, por edhe e ka bazuar mbi licenca kineze dhe ruse, pra nuk është se ka prodhim të vetin origjinal. Kurse shtetet e tjera, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk kanë mbrojtje kundërajrore. Pra nuk e kanë konceptin e mbrojtjes kundërajrore. Sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë parë ndonjë rrezik në territorin e tyre dhe nuk e kanë konceptin e mbrojtjes kundërajrore. Dhe nuk besoj që do mund të blejnë. Prandaj, por besoj që me ndërhyrjen e Pentagonit Trumpi do të riqet nga shitja dhe do t'i jepet një lloj avioni tjetër, pra do t'ju bëhet një ofertë. Do të riqet nga F-35, mos është le të themi se duhet ta dimë që kush e ka kundërshtuar këtë marrëveshje është edhe Izraeli, për shkak se nuk ka vlerë kundërshtimi i Izraelit sepse Izraeli përdor F-35. F-35-at që përdor Izraeli janë prodhim special me një marrëveshje speciale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe janë F-35I. Prandaj quhen I, F-35I Izrael.
kanë aparatura në vete, sistemin e radarit e kanë ndryshe, pra gjithçka është bërë ndryshe dhe nuk është për eksport. Pra që kur është prodhuar, është bërë një marrëveshje me Izraelin, në marrëveshjen e blerjes dhe shitjes, që ky lloj modeli nuk eksportohet kur nga Shteti Bashkuar të Amerikës dhe e blen vetëm Izraeli. Pra në asnjë vend tjetër. Në asnjë vend tjetër. Kjo nuk e cënon Izraelin në këtë aspekt. Arsyeja vërtet po thua është arsyeja vërtet është Kina dhe Rusia, sepse marrin komplet konfigurimin e plotë të këtij avioni në të gjitha format dhe mënyrat e tij të fluturimit nëpërmjet radarit kinez që posedon Arabia Saudite, dhe atëherë ky avion nuk ka më vlerë nesër për ta përdorur si avion, nuk mund të jetë më avion stealth për rusët dhe kinezët. Pas ata i fusin të gjitha këto të dhëna në të gjitha sistemet e radarëve të tyre, qoftë ato milimetrike, qoftë ato decimale, qoftë ato metrike. Po marrëveshja me Turqinë Dritan për këta avion, se edhe marrëveshja me Turqinë ishte për këta avion dhe marrëveshja, nëse mbani mend, marrëveshja me Turqinë për këta avion u prish për shkak se turqit blenë S-400-ën. Pra për këtë arsye u prish. Është prishur marrëveshja. Aktualisht nuk kemi marrëveshje për F-35. Jo, për F-35 nuk kemi marrëveshje, pavarësisht premtimit të Trumpit që i dha Erdoganit kur ishte në takim, por marrëveshje për F-35 nuk ka, për arsye se Senati ka marrë një vendim që të mos i jepen F-35-at Turqisë dhe të mos i jepen as motorat, sepse motorët e F-35-s Turqia do i përdorte për avionin e vet të ri që ka prodhuar avionin Kan. Dhe Senati ka vendosur që as F-35 as motor mos i jepen Turqisë. Dhe gjitha arsyeja ka qenë S-400-at. Pra problemi i parë që u ndal dhe Turqia u hoq nga vendet të cilat ishin pjesë e F-35-s është sistemi S-400 që Turqia bleu nga Rusia atëherë sepse i merr të dhënat e avionit dhe atëherë avioni s'ka më vlerë për armikun. Pra Turqia s'ka hequr dorë nga S-400 Dritan? Jo, Turqia vazhdon ta ketë S-400 pavarësisht se nuk e ka përdorur, nuk ka vënë në përdorim, por nuk ka hequr dorë, edhe pse i është kërkuar që ta shesin, nuk e ka shitur. Sepse nuk mund ta shesë. Fati i marrëveshjes Turqisë duket se do ketë edhe marrëveshja me Arabinë Saudite. Unë mendoj që po, është ekzistenciale për industrinë ushtarake amerikane dhe për Pentagonin. Kjo lloj gjëje, pra në rast se bëhet, cënon totalisht sigurinë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kështu që unë mendoj që Trumpi do të rriqet, pra janë deklarata Trumpit, pra këto që Trumpi lëshon lart e poshtë në mënyrë të papërgjegjshme, por në momentin që specialistët e vënë para faktit kryer, shpeshherë ka qenë që është tërhequr dhe mendoj që do të rriqet sepse është e pamundur të realizohet kjo. Ndërkohë, Dritan, ne që jemi te Pentagoni, do doja të lidheshim pak me faktin që së fundmi po njoftohet që general amerikan kanë vendosur në tavolinën e Donald Trump një mundësi sulmi toksor, ajror e tjerë mbi Venezuelën. Si e vlerëson këtë situatë? Nuk është përcaktuar qartësisht se në çfarë niveli do të jetë sulmi, pra do të jetë në të gjitha nivelet toksore, ajrore dhe detare, pra është përcaktuar një sulm, por nuk është përcaktuar, ata e kanë përcaktuar, por nuk është bërë qartësisht, nuk është bërë publike se në çfarë niveli do të jetë. Është bërë aktualisht dihet vetëm emri i operacionit që i kanë vendosur, pra operacioni është Southern Spear, pra heshta jugore. Heshta jugore, po. Ky është emri i operacionit që ata do të bëjnë, por nuk dihet se në çfarë niveli do të jetë operacioni, pra a do të përfshijë trupa në tokë apo nuk do të përfshijë trupa në tokë, do të jetë vetëm goditje me raketë apo do të jetë edhe goditje me avion, apo do të ketë edhe goditje detare pra të bazave ushtarake dhe të godinave qeveritare të Venezuelës. Jemi në atë që vetë fakti në rast se kjo ndodh, pra e para ndodh për të hequr vëmendjen nga problemet e brendshme politike dhe problemet e brendshme që i kanë dalë Trumpit së fundmi, sidomos me publikimin e emaileve të dosjes të Epsteinit. E para dhe e dyta është kryesore fakti që në rast se Amerika vendos t'i hapi luftë Venezuelës, atëherë tregon që Amerika po heq dorë nga hegemonia e saj globale dhe po shkon drejt aplikimit të plotë të doktrinës Monroe. Doktrina Monroe parasheh që Amerika duhet të mbajë nën kontroll hemisferën jugore. Po, dy Amerikat, Amerika Veriore, Amerika Jugore. Dhe të mbajë këto, dhe të mos merret me çështjet globale. Pra kjo është doktrina Monroe. Totalisht. Dhe në rast se i kthehet aktualisht Venezuelës, do me thënë që ka hequr dorë nga hegemonizmi global, pra e ka parë që nuk mundet në atje të komandoj gjithë botën Kinën, Azinë Jugore, Azinë Lindore, të komandoj Iranin e këto tjera dhe përqendrohet vetëm në zonën rreth shtëpisë saj dhe vetëm në Venezuelë. Në rast se do ndodhi kjo, sërish do të ishte, unë mendoj që do të ishte katastrofale, pra në rast se Trumpi do ta fuste Amerikën në këtë luftë, do të ishte katastrofale për Amerikën për arsye se
jo vetëm që do të rrëzonte doktrinën Monroe, para se nuk ta bënte të mundur që të kontrollojë jugun e hemisferën jugore të globit, cila është Amerika Latine, por kjo do të sillte një bashkim të gjitha forcave majtiste në Amerikën Latine, dhe në rast se do të hynte me trupa, atëherë kjo do të kthehej në një Vietnam të dytë për Amerikën, dhe vetëm për faktin e thjeshtë se me datë 16 tetor është në Amerikën Latine ekziston një organizat majtiste e shtrirë në 23 vende nga 27 vende të Amerikës Latine. Amerika Latine ka 27 vende. Kjo organizat është e shtrirë ligjërisht e regjistruar në 23 vende të Amerikës Latine. Kjo organizat quhet Lëvizja e punëtorëve pa tokë. Lëvizja e punëtorëve pa tokë. Po. Kështu quhet organizata. Është organizatë e krijuar në vitet 80 me bazë në Brazil, pra në organizatat e majta braziliane që luftonin atëre, dhe qendrën e kanë në Brazil, qendra e saj është në Brazil, dhe kjo sot aktualisht që flasim në këto momente ka të regjistruar ligjërisht në këto 23 vende të Amerikës Latine 1.500.000 antar. Dhe me tesër, pra 1.500.000 antar me tesër. Jo vetëm e ka komplikuar për arsye se me datë 16 tetor të tetorit që shkoi në Radio Brazil, udhëheqësi i kësaj organizate deklaroi publikisht në Radio Brazil se organizata është mbledhur, ka marrë një vendim dhe ka marrë vendim që në rast se Shtetet Bashkuara të Amerikës do të sulmojnë Venezuelën me forca ushtarake, ne kemi vendosur që të organizojmë brigadat ndërkombëtare, pra brigadat internacionale në të njëjtën formë dhe mënyrë të brigadave internacionale që luftuan në Spanjë kundër regjimit fashist të Francos në 1936. Me këtë e kanë krahasuar vetë. Po, dhe me këtë e kanë krahasuar dhe kanë bërë thirrje që kanë marrë vendimin që do të organizojnë këto brigada, pra nga 1.500.000 të regjistruar. Këta të çojnë brigada, pra kjo e komplikon, po si punë këtyre grupeve. Ka grupe të tjera majtiste që nuk janë pjesë e tyre, siç janë në Kolumbi, Farku, që ka luftuar, ka gjithandej, të cilat do ta shfrytëzonin situatën për të luftuar kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe do t'ia bënin luftën e Amerikës të kushtueshme nga ana njerëzore, të kushtueshme nga ana operacionale, të kushtueshme nga ana ekonomike, dhe do ta detyronin në Amerikën që jo më të aplikonte doktrinën, por të të kalonte në izolacionizëm të plot dhe të mbetej vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dakor, po Dritan, së fundmi ka pasur dhe një marrëveshje me Rusinë në Venezuela. Jo, marrëveshja me Rusinë Venezuela është për disa investime ushtarake të cilat i ka bërë Rusia atje, nuk ka marrëveshje mbrojtje me Shtetet Bashkuara me Venezuelën, as me Kinën nuk ka marrëveshje mbrojtje, ka marrëveshje të bashkëpunimit ushtarak. Pra të dyja marrëveshjet, si me Kinën, si me Iranin, edhe me Rusinë janë marrëveshje të bashkëpunimit ushtarak, po jo të mbrojtjes ushtarake. Jo të mbrojtjes ushtarake. Pra të bashkëpunimit ushtarak do të thonë që japin teknologji ushtarake, kanë ndërtuar fabrika atje, uzina, pra rusët kanë ndërtuar një fabrikën më të madhe të prodhimit të Kalashnikovëve dhe të prodhimit të fishekëve. Prodhojnë 70 milion fishek Kalashnikov në vit. Fabrika që kanë hapur atje, prodhon kallash, edhe disa fabrika tjera për prodhime armatimesh të tjera, i kanë shitur armatime të tjera. Gjithashtu Irani ka shitur dron, ka hapur një fabrik me licencë të Iranit për prodhimin e dronëve të tjerë, pra dron Shahid, nuk e di të cilit nivel. Me Kinën ka një marrëveshje për çështje radarësh, pra është bashkëpunim ushtarak, po jo mbrojtje. Pra do me thënë që nesër nëse pras lufta, asnjë nga këto tre vende nuk do të shkojë të luftojë në Venezuelë kundër Amerikës, por do të bëjnë njëjtën gjë që bën Amerika në Ukrainë. Dritan, po ndërkohë aeroplanbajtësit amerikane po afrohen afër Venezuelës, edhe sinjalet janë që mund të ketë një goditje. Ku mund të çojë nëse ka një goditje? Një goditje do të ketë. Do të tentohet në fillim ajo që u tentua në Iran, pra të goditet udhëheqësja qeveritare dhe ushtarake, pra ky eliminimi Maduros dhe të disa komandantëve ushtarak, dhe do tentohet që me eliminimin e tij pastaj të ofrojnë këtë kryetaren atë opozitaren, s'është sekretari i opozitës, ajo cilës për të cilën çmimi Nobel u militarizua më në fund, pra pikërisht për atë emër që ka, sepse është shumë ironike, çmimi Nobeli është personi i cili shpiku barutin dhe neve japim e quajmë Nobel çmimi paqes për Nobel. Pra ai që shpiku barutin e japim si çmim paqe. Por këtë radhë ky çmim paqe i atij që shpiku barutin ju dha një
kryetare e opozitës në një vendi për të militarizuar vendimin, pra për të rrëzuar qeverinë dhe për të vendosur këtë. Pra më në fund edhe ironia e këtij çmimi ra. Dritan, ndërkohë besoj e fundit për sot është marrëveshja e Shqipërisë, marrëveshja ushtarake e Shqipërisë me Izraelin. Regjia duhet të kem Harecin aty që mund ta lexojmë, le të themi, edhe nëpërmjet një gazete izraelite siç është Harec, mënyrën se si e percepton Izraeli këtë marrëveshje. Si e vlerëson këtë marrëveshje nga pikpamja ushtarake, Dritan? Nga pikpamja ushtarake kjo marrëveshje është e pavlefshme. Është një marrëveshje e bërë jo nga pikpamja ushtarake, është një marrëveshje e bërë nga pikpamja politike e atij të cilit kemi në krye, pra një njeri i marr ka vendosur që të blej atje në Izrael, të japi një mbështetje Izraelit, të japi para Izraelit, miliona dollar që jepen një shteti fashist dhe terrorist si Izraeli që vret gra dhe fëmijë. Dhe kjo është në kuadër të asaj që u arrit kjo marrëveshje, u nështrua kjo marrëveshje me Izraelin në momentin që Shqipëria u bë vendi i 64 në fondacionin e aleatëve të Izraelit. Pra zyrtarisht. Po pse? Armatimet që grup prostitutash në parlamentin shqiptar vendosën që të krijojnë edhe grupin mbështetës ndërpartijak parlamentar të Izraelit në Shqipëri. Kjo është, dhe armatimet që morën nuk kanë vlerë, për arsye se armatimet që e para është shumë i shtrenjtë, pra një sistem top, pra ata kanë marrë tre lloj armatimesh. E para është bërë një marrëveshje për të blerë një top artilleri toksore, e cila është nivelin e topit, pra Howitzer është 155 mm. Një sistem, një top i tillë kushton minimalja $5 milion, pa llogaritur këtu predhat e artillerisë që do të përdoren. Pra $5 milion një top, një bateri ka 6 topa. Në rast se ti do marrësh një bateri, do të shëndohet i thon $30 milion për 6 topa. E qartë. E para, e dyta. Do të blehet një lloj mortaje 120 mm-she, edhe topin mund ta them pra që njerëzit ta shohin, topi quhet Atmos, kurse mortaja quhet Spear. Po. Mortaja është 120 mm-she, nuk është mortar tërheqëse, është mortar e montuar e vendosur në makineri, pra në makinë. Edhe kjo mortaj është një mortar kushton shtrenjtë, pra sisteme që kushtojnë shtrenjtë gjitha. Distanca e topit 150 mm varion nga 27 km deri në 41 km, por nuk besohet, ai 41 është shumë më i shtrenjtë, shkon diku te $6.9 milion, nuk besoj një sistem, pra vetëm një sistem, një tyt. Një tyt 6 milion. Nuk besoj që do shkojmë te kjo. Pra, te 40 km mbetemi te 27-30 km, që është ai $5 milion që një tyt, pra 6 tyta $30 milion. Edhe dy lloje dronësh, të cilët në fillim do të jenë me spasit vogël 20 dron. Edhe ata kushtojnë shtrenjtë, janë dronë kryesisht, janë dronë zbulimi, pra nuk është se janë dronë zbulimi. Janë dronë zbulimi për fotografi, për kështu në të gjitha kushtet dhe mundësitë e motit. Është një veprim, artilleria është artilleri vetlëvizse, pra është artilleri e montuar në një shtrat makine, e cila lëvizse. Unë pavarësisht se ti e monton dhe e merr artilleri, neve kemi nevojë për mbrojtje kundërajore dhe nuk kemi nevojë për artilleri direkt për të parë. Pra ti nuk mund të mbrosh këto sisteme të cilat ti po i përdor. Pra ti montosh këto sisteme, po ti si do të mbrosh këto sisteme kundërajore për të mbrosh këto sisteme, pra ke kapaciteti është mbrojtje të sisteme plus janë sisteme shumë të shtrenjta. Unë do të jap vetëm një fakt, Polonia vjet hapi tendrin dhe ishte në dilemë të merrte sistemet izraelite apo të merrte sistemet korano-jugore dhe vendosi më në fund që të marrë sistemin korano-jugor. Dhe vendimi i saj thot për arsye teknike në radhë parë dhe për arsye ekonomike në radhë dytë. Për arsye se sistemi korano-jugor, që është K9, kushton $3 milion. Pra $2 milion më pak. E qartë. Kurse edhe për arsye teknike, sepse nuk i përshtatet, thoshte prodhimi izraelit, pavarësisht se shkruan, thoshte ajo, që është për çdo lloj kohë dhe terrenit polak nuk i përshtatet dhe kohës polake nuk i përshtatet. Të njëjtë probleme kemi edhe neve. Pra mund të kemi të njëjtat probleme në lartësi të mëdha detare ti s'mund ta përdorësh atë, sepse në dimrit ajo mund të krijojë probleme, pra është e papërdorshme. Plus që mirëmbajtja është e shtrenjtë dhe çështja e prodhimit të këtyre të prellave të atyre është shumë e shtrenjtë. Përdor dy lloj prellash, njëra është është prella e vjetër e cila është M107, prella e vjetër M107 kushton aktualisht $5.000 një prell, prodhimi i saj. $5.000. Po, një prell. E përdoret për të goditur çfarë, Dritan? Objektiva. Çfarë duash?
dhe fjala vjen në sa e ka fuqinë e shpërthimit, se duhet ta kuptojmë kështu në këto terma. Se po fuqinë e shpërthimit nuk e ka më të madhe se 60 metra. 60 metra, e qartë. Pra, ka gjë. Dhe përdoret një predh tjetër, e cila është predh quhet L15 high explosive, pra me eksploziv të lartë, me sasi të lartë eksplozivi. Kjo predh kushton $10,000 sot, që flasim pra. Kaq është çmimi i kësaj predh që del kosto. Pra, dhe ky topi Atmos mund të mbaj 27 prella, pra që të godasë 27 prella. I ka në depozitën e vet i ka 27 prella, pra makineria. Pra do me thënë për 27 prella, nëse do të shumëzojmë për 5, pra ti do shkosh me diku rreth me $130,000 do të kushtojnë vetëm 27 prella, pra është shumë e shtrenjtë kostoja. Për të mbajtur. Përdorimit dhe mbajtjes. Ndërkohë që edhe për të krahasosh me sistemi korano-jugor, sistemi korano-jugor lëshon 6 prella për minutë, kurse ky sistemi izraelit lëshon 4 prella për minutë. Pra fuqia e zjarrit që lëshon është më e madhe për korano-jugor se sa e kanë izraelitët. Dritan. Prandaj them që është vendim i vetëm kryeministrit pa marrë mendimin e forcave ushtarake shqiptare, e specialistëve ushtarak shqiptarë, sepse nuk kemi pasur një... Imagjino, Polonia është vendi i tretë në NATO. Është në një gjendje, pothuajse lufte, sepse është vendi i parë mbështetës në Ukrainës dhe sërish hapi tender ndërkombëtar. Kurse neve blerjet ushtarake i bëjmë se vendos kryeministri, pa i teket atij, çohet në mëngjes, edhe thot natën kam parë ëndër dhe do blej këtë. Do blej këtë radarin te Franca, do blej këtë te këta nazistët e Izraelit. Dritan, një pyetje. Më bën përshtypje ajo fjala një industri të pavarur të mbrojtjes dhe tek ajo pjesa do doja të kuptoja, a e komplikon raportin e Shqipërisë me Turqinë, blerja e këtyre armatimeve nisur nga biseda që kemi bërë bashkë? Unë mendoj që e komplikon raportin, sepse ti po merr një industri rivale, pra po merr një industri izraelite e cila është një industri e shtrenjtë, është një industri e cila nesër do të mbesi dhe nuk do të funksionojë në çdo pikpamje tjetër, për arsye se do të vi drejt Izraeli do të vi drejt shuarës, pra ti do mbetesh problem armatime dhe municione të cilat nuk kanë asnjë vlerë, as nga ana taktike dhe as nga ana operacionale, dhe ti mbetesh pa mbështetje për një periudhë 20-30 vjeçare, pra sepse ti kur e blen një top, ti e blen nuk e blen për 5 vjet. Ti e blen për një periudhë që ti llogarit që unë për 30 vjet tjera nuk do blej më armatim tjetër, pra këtë do të mbaj këtë sistem. Dhe në rast se ti do shkosh nesër në një rritje të sistemeve të tua, ky është sistem shumë i shtrenjtë për ty. Ndërkohë që normalisht që prish këtë marrëdhënie me turqit, ajo çështja e industrisë pavarur të mbrojtjes bëhet llap që një pjesë aty në dronëve që ata po t'i japin që ti të arrish ti prodhosh më mbrapa vet, edhe për çështjet prellave të artillerisë. Por prellat e artillerisë sërish do të shkojnë edhe më shtrenjtë sepse Izraeli, pse? Sepse ti të kërkosh për prellën e artillerisë, e para ti duhet marrësh që nga çeliku, që nga hekuri, neve nuk i posedojmë, pra nuk prodhojmë më vet, do t'i marrësh nga jashtë, lëndën e parë, do marrësh nga jashtë tën për ta prodhuar, të duhet celuloza, të duhet që neve nuk prodhojmë asgjë nga këto, të gjitha janë jashtë dhe të gjitha këto për të prodhuar këto i prodhojnë celulozë të gjitha këto vende të cilat aktualisht janë nën sanksione, siç është Kina, siç është Rusia, pra ti nuk e ku ti gjesh këto. Dhe ti do t'i marrësh nga dore 3 do të karë, do t'i marrësh nga India, nga gjëra dhe këto do ta shtojnë vlerën e kësaj predhe. Pra neve një predhe tjetër do na dalë më shtrenjtë sa i del Izraelit. Pra ajo predha €5.000 që i del $5.000 që i del Izraelit ne mund ta dalë $7.000. Dakor. Pra këtu është gjithë problemi që ti e ngre këtë, po si do ta mbash, me cilat kapacitete do ta mbash, cilat janë kapacitet ekonomike ta mbash. Prandaj them çdo lloj veprimi është bërë në mënyrë të pamenduar, të paanalizuar, qartësisht dhe mirë. E dyta ti nuk mund të marrësh ne marrja këtyre armatimeve, ndërkohë që ti nuk e përcaktuar për çfarë ke ushtrinë tënde. Pra ti duhet të përcaktosh qartësisht njëherë për çfarë na duhet ushtria, pra është vendim strategjiko-politik, ushtria për çfarë na duhet? Na duhet për mbrojtje. Atëherë për mbrojtje nga kush? Përcakton armikun. Kush është armiku jonë që duhet më mbrojtje? Atëherë në moment që ti përcakton armikun, si do ta organizojmë këtë ushtri? Pra ti organizon strukturën dhe mbi bazë të kësaj strukture ti pastaj fillon edhe blen armatimin. Ktu kemi del një person se i teket atij, çohet në mëngjes, edhe thot unë do blej këtë nga Izraeli, se ja ofrojnë izraelitët dhe këto janë kompani, kjo është prodhim, kjo është kompani shtetërore dhe çdo lloj paraje që neve japim. Do të thonë që japim ndihmë shtetërore Izraelit që të vazhdojë genocidin e tij në Gaza, i cili po e vazhdon për ditë. Dhe ne, shteti shqiptar sot, i cili ka rënë në duart e këtyre banditëve të majt,
vazhdon të ketë marrëdhënie me shtete genocidiale me Izraelin dhe me Serbinë. Janë dy shtete genocidiale, të cilët kryeministri jon i ka bërë për vëllezër. Drejtan, ndërkohë marrëveshja me Itali nuk e di, e ndoqe apo ke informacion? Me Itali nuk ka marrëveshje ushtarake, pra janë thjesht marrëveshje politike, ekonomike. Normalisht Italia duhet të jetë është lënë mbrapa, neve kemi pasur marrëveshje, janë bërë marrëveshje ekonomike me Greqinë, ndërkohë që s'duhet bën marrëveshje ekonomike me Greqinë sepse Greqia ka pretendime territoriale ndaj Republikës së Shqipërisë. Italia nuk besoj, është një vend që mund të themi ka pasur dikur pretendime territoriale për Sazani, por ato janë thjesht ëndrat italiane, pra nuk është pretendim territorial i pastër dhe mbetet një nga aktorët më të afërt, një nga aktorët më strategjik të Shqipërisë në rajonin e Otrantos, për arsye se si thoshte dikur shoku Enver, thoshte çelësin e Otrantos e kemi neve dhe italianët. Dhe Otranton e kontrollojnë vetëm italianët dhe neve. Tashmë këta po duan të fusin edhe Greqinë. Pra, me këtë këta po duan të fusin edhe Greqinë me marrëveshjen që duan të bëjnë, ndërkohë që nuk mund ta ndajmë. Prandaj them që Italia është dhe duhet të jetë një nga aleatët strategjik dhe marrëdhëniet me Italinë duhet të jenë shumë herë më të ngushta dhe shumë herë më të hapura sa me çdo lloj vendi tjetër që kemi përreth. Sepse ja ku e kemi, 90 kilometra është më ta ndetit. Drejtan, të falenderoj shumë që të kisha, si gjithmonë. Në këtë pjesë e emisionit është bashkuar me mua politologu, eksperti marrëdhënie ndërkombëtare Endri Tafani. Endri, kënaqësi që të kam si çdo të premte. Gjithashtu. Vetëm se fokusi kësaj radhe do të jetë tek dy marrëveshje që ka bërë Shqipëria dhe njëra pak a shumë do ta filloj me marrëveshjen që Izrael-Shqipëri që është bërë së fundmi, ku një dokument zyrtar thotë që kompania izraelite do ta ndihmojë Shqipërinë, kjo e fundit një vend i NATO-s, që të krijojë një industri të pavarur të mbrojtjes, dhe këtë duhet ta theksoj. Pra, ajo që po them dhe ja ku e kemi, Endri, këtu jemi tek Haaretz, është publikuar nga gazeta izraelite Haaretz ky lajm, ndërkohë që edhe në Shqipëri pa diskutim është, le të themi, është bërë pjesë e debatit publik, por do doja të dija si e vlerëson këtë, domethënë pak a shumë në detaje për çfarë bëhet fjalë dhe pse fokusi mbetet tek ajo që më bëri përshtypje tek një, le të themi, sistem mbrojtje i pavarur, se kjo më goditi. Tani, e para njëherë të heqim ato që është aspekti politik i çështjes. Pra, se shumë veta për shembull thonë që duhet ju që të merrni me Izraelin. Pra, një nga kundërshtimet duke qenë se ka qenë konflikti në Gaza, shumë njerëz thonë pra e kundërshtojnë këtë marrëveshje që thotë me Izraelin ne nuk duhet bëjmë marrëveshje. Atëherë, pozicioni i Shqipërisë është i qartë, nësa di unë, që Shqipëria është për dy shtete, pra e ka njohur shtetin e Palestinës, ka qenë vendet e para që e ka njohur shtetin e Palestinës, dhe është, pra pozicioni e saj e ka të qartë, por në krau tjetër, qeveria e Shqipërisë është për të mbrojtur interesin e Shqipërisë. Qeveria e Shqipërisë nuk është OKB, nuk është as çfarë lloj organizate ndërkombëtare, të cilën misionin e saj primare ka paqen në botë. Ne qëndrojmë tek ato që janë interesat tonë, strategjik, rajonal, apo edhe lokal. Dhe në këtë drejtim, bashkëpunimi në radhë të parë duhet vendosë interesat e Shqipërisë mbi të gjitha. Takspaguesit shqiptar japin lekët qeverisë shqiptare për të mbrojtur interesat, për të investuar në Shqipëri dhe për të mbrojtur interesat e shtetit shqiptar. Pra, dhe a është e drejtë apo s'është e drejtë që të bashkëpunosh me Izraelin? Ti bashkëpunimi me Izraelin kanë gjithë vendet e rajonit dhe po mos ishte për shembull Arabia Saudite, po mos kishte ndodhur sulmi i Hamasit, ishte duke nënshkruar akordet Abrams. Jordania dhe vendet e tjera, Egjipti e këto të tjera kanë marrëdhënie diplomatike dhe njohin dhe bashkëpunojnë me Izraelin edhe në fushat sigurisë. Për sa i përket sidomos sulmeve terroriste të tjera, pra ka bashkëpunim edhe nëpërmjet dhe kur ka bashkëpunim në vende të tilla, domethënë duket të bësh më katolik se papa dhe thuash jo, ne nuk do të bashkëpunojmë, është një miopi edhe politike, po edhe miopi, po themi, në një farë mënyre strategjike se
të kufizon ty në zgjedhjen e partnerëve. Pra, duke mos mbajmë qëndrim me këtë, mos mbajmë qëndrim me Kinën, sepse ka ujgurët, mos mbajmë qëndrim me këtë, praktikisht në botë i bie që mos kesh asnjë partner. Jo, e qartë. Sepse secili vend ka ato të vetat. Atëherë, duke qenë se në anën e industrisë ushtarake, Izraeli është nga vendet më zhvilluara, normalisht një marrëveshje e tillë bën mirë për interesat e Shqipërisë. Ajo që po vihet re në frontin e luftimeve që është në, po themi, në Ukrainë, është që teknologjia ka ndryshuar. Pra, lufta që po bëhet, lufta e shekullit 21 nuk është një lloj si lufta e shekullit 20. Ka ndryshime. Dhe ja këto makinerit, fjala vjen, Endri. Të janë pjesë dron, besoj. Jo, ky është dron, po nuk është ai sistemi dron. Po, atëherë, jo, ky nuk është si ato dronët për cilët po flitet, dronët në cilën janë, po themi, pjesë e kësaj marrëveshje janë më shumë dronje që janë rikonicioni. Që do thotë? Droni rikonicioni është që droni qëndron në ajër dhe ka misione, për shembull, identifikoj target, të identifikoj lëvizje tjera dhe zbulues, dhe diferenca e dronit është jo vetëm te cilësia e prodhimit të dronit, por edhe tek software-i, te aplikacioni që është brenda dronit. Pra, mënyrën se si ai funksionon dhe se si i transmeton të dhënat. Këta dronët që janë marrë Magni X dhe Thori që merren nga Izraeli, ose që thuhen marrëveshje që janë marrë në Izraeli, kanë bëjnë pikërisht me këtë. Pra, ngrihen në ajër, qëndrojnë, gjejnë grupe të caktuara, koordinate e transmetojnë, punojnë natën dhe ditën, pra në mënyrë të tillë që ti të kesh një pamje sa më të qartë të fushbetesës dhe të kesh informacion në kohë reale. Dhe këta dronë janë pajisur dhe me inteligjencë artificiale, në kuptimin që mund të bëjnë misione autonome, pra ti nuk është nevoja që ta ndjekësh dronin me mouse, si thuash, ose me leva gjithkohës, i jep një mision, ai e bën vetë misionin. Pra ti i thua më gjej çfarë objektesh janë, kush janë etj, më jep koordinatën nëse ka lëvizje, s'ka lëvizje. Ngrihet droni vetë në ajër, mënyrë automatike, pa pas autonome, është mënyrë autonome, quhet dron autonom. Pra, në këtë drejtim një marrëveshje e tillë do ishte një po themi diçka që ishte shumë e mirë për ushtrin shqiptar, në cilën në këtë drejtim ne jemi jashtëzakonisht mbrapa. Themi atë që është. Jemi shumë mbrapa dhe ky është një investim i vonuar nga ana e qeverisë shqiptare. Duke pasur parasysh se çfarë ka ndodhur në Ukrainë dhe duke pasur parasysh mundësinë që në 2029-2030, siç e tha dhe siç e përmendi dhe Vučić në intervistë para 2-3 ditësh, tha që me shumë mundësi do ketë një konflikt midis Rusisë edhe Evropës për 4-5 vjet. Domethënë është një mundësi shumë e qartë që ne të shkojmë në drejtim. Kështu që ne duhet marrim masa që të kemi mundësinë, të kemi akses në teknologjinë e fundit, më të fundit për të mbrojtur kombin shqiptar. Dronët është një pjesë. Po ka dhe pjesa tjetër është artilleria. Sisteme artillerie, howitzers, mortar dhe dronë. Pra, ka dy sisteme artillerie, domethënë janë sisteme artillerisë që janë me qitje drejt për drejt dhe me qitje indirekte. Mortaret janë me qitje indirekte, në kuptimin që ngrihet prej artillerisë ngrihet shumë lart edhe bie me kënd më të madh. Pra, është përgatitur pas, po themi, nëse objekti është mbrapa kodrës, ti e ngre grykën e mortares që këtu dhe godet në mbrapa kodrës. E qartë. Kurse topi, i cili është me qitje direkte, kërkon një fushpamje më të lirë, pra ka një flurudh më të ulët të, po themi, të trajektores dhe shërben për të goditur më larg. Ato që janë këtu janë mortaja 120, që janë mortaja të rënda, po, dhe topa që janë me 155 mm që është standardi i NATO-s. 155 mm ne na duhet sepse është standardi i NATO-s që përdoret. Dhe për shembull ato që përdori që mori Ukraina tani në rastin e po themi luftës në Ukrainë, sistemet që mori ishin 155 mm. Se ne kemi pasur sisteme ruse, të cilët kanë pasur tjera kalibre. 155 që e vërtetoi veten në fushë betejës, që ishte sistemi më i mirë edhe në total, në karakteristikat e veta, për shumë arsye, kështu që normalisht do ishte e mirë dhe për ne. Këto sisteme janë vetë lëvizse,
Pra, sistemi i artillerisë vetlëvizëse është që qëndron mbi një platformë. Pra, nuk është topi vetë që ti e merr dhe e ngul diku siç është, por qëndron mbi një platformë, mbi një kamion, po themi, i cili shkon, pozicionohet në një vend të caktuar dhe koordinatat futen në mënyrë elektronike. Pra, ti thua më godit filan kuadrat në artilleri dhe topi ngrihet vet, i gjen koordinatat vet, pra në kuptimin e llogaritjes se çfarë këndi do të mbajë dhe qëllon po prap vet. Ky sistem, i cili është marrë nga, po themi, Magnitsky, më duket, jo, Magnitsky është droni, po sistemi 155 konkuronte me Cezar të Francës. Cezar, edhe Franca prodhon një sistem të tillë si quhet Cezar. Dhe diferenca midis të dyve është fakti që ky sistem është më fleksibël. Pra ky si platformë vetë ti mund të ngarkosh çfarëdo lloj një shumëllojshmëri e kamionash. Pra ti mund të marrësh një kamion X, një kamion Y, një kamion Z, pra ke një shumëllojshmëri kamionash në të cilën ti mund ta instalosh këtë platformë. Kurse rasti i artillerisë Cezar ishte që punonte vetëm me 2 lloje kamionash. Kështu që ky ishte më fleksibël në krahasim me atë. Pse është kjo? Në fushën e betejës, po të shikosh, kjo është një zgjidhje e integruar. Në ç'kuptim? Zgjidhja e integruar është në kuptimin që ti ke dronët, të cilët ngrihen në ajër, gjejnë objektet, pra ata dronë që ishin Magnitsky dhe Tori, ngrihen në ajër, gjejnë objektet të cilat ti duhet t'i azgjësosh. Informacionin ja japin dhe informacionin ja japin, po themi, fatikisht ja japin komandës, sepse është komanda, dhe komanda këto koordinata ja kalon, po themi, në kohë reale ja kalon këtyre sistemet artillerisë, të cilat pozicionohen, godasin ato në mënyrë elektronike, dhe largohen. Kjo lloj artillerie sot është ajo që përdoret në, po themi, në fushë betejë. Sepse artilleria e vjetër ka qenë që topi lidhej me një kamion dhe nëse mbani mend paradat e kohës në veri. Kanë qenë ca kamion që brapa kishin një top brapa e Shqipërisë kishin një top. Dhe ai top qetër ishin në statik. Dhe ai kërkon që ti ta marrësh, ta ndalosh topin, ta lidhësh mirë atë sistemin artillerisë, pra ta ngulësh në tokë, të bësh ato lëvizjet në mënyrë manuale, ato manevela që kanë qenë, të godasësh, pastaj ta çmontosh topin, ta lidhësh me kamionin dhe ta largosh. Në kohët e sotshme, këto sisteme azgjësohen për një herë. Në Ukrainë, zakonisht zgjat rreth 5 minuta kundërpërgjigje. Që do të thotë, ti ke vetëm 5 minuta kohë të godasësh. Sepse edhe duhet largohesh. Pra, ti në momenti godet, dhe goditja sot është një metodë që quhet shoot and scoot. Pra, ti qëllon, pra vjen në një objekt të caktuar, në një zonë në cilën do nisësh zjarrin, godet dhe brenda 5 minutash ti duhet largohesh në një zonë sepse të vinë mbrapsh zbulohesh dhe vjen kundër zbulimit. Ka radar, për shembull, edhe sikur mos jenë dronët e kundërshtarit që zbulojnë pozicionin tënd, ka radar të cilët shikojnë trajektorin e predhës dhe të japin koordinatat që kjo predhë është nisur në filan pozicion dhe e japin kundërshtarit tënd. Dhe të vjen përgjigje nga sistemet e artillerisë armike. Pra, në këtë rast, sistemet artillerisë vetlëvizëse e kanë treguar veten që janë ajo që duhet. Kurse sistemet e vjetra që ishin statik, tashmë kanë dalë jashtë loje, pikërisht për shkak të kësaj shpejtësie dhe saktësie me cilën kryhet dhe kundërpërgjigje në anën e kundërshtarit. Në këtë kuptim, sistemet janë të vlefshëm për Shqipërinë, janë në sistemet më të mira që mund të Shqipërinë. Pse, Endri? Po sepse ka gjasa një konflikt. Sepse për shembull, po patjetër që ka gjasa me konflikt, po ne kemi trupa për shembull që janë në Balltik. Tani ne kemi një kompani në Balltik. Shqipëria ka një kompani në Balltik dhe duke qenë se kemi një kompani në Balltik që është e angazhuar në kuadër të NATO-s për të forcuar atë që është brezi i krahu lindor i NATO-s, normalisht detyrat luftarake që kanë për momentin janë të ndryshme, por në momentin kur ti merr një teknologji të tillë dhe e çon atje, trupat shqiptare kanë një, si thua, kanë një tjetër specifikim, pra kanë aftësi ushtarake më të mëdha, rregull,
dhe do jenë dhe më efektive në fushë betejë. Është ndryshe ti në fushë betejë të kesh vetëm disa ushtarë të armatosur me anë të lehta komsorie, dhe është ndryshe të kesh ushtarë të cilët kanë sistemet të tilla. Sistemet e tilla të shkaktojnë dëme, sepse ti shkon, për shembull ushtria shqiptare që mund të jetë në atë zonë, çon dronët, kryen rikognicionin, kryen dhe goditjen, dhe në këtë rast edhe ke konsum më të vogël të forcave, se është ndryshe të sulmosh me ushtarë dhe është ndryshe që të përqendrohesh në sisteme të tilla, dhe je edhe më efektiv. Pra, ti shkakton më shumë dëme në kundërshtar dhe ke më pak humbje. Për këtë arsye, kjo rrit kapacitetet e ushtrisë shqiptare, kapacitetet luftarake të ushtrisë shqiptare dhe mbron më tepër jetën shqiptarësh. Endri, në fillim të bisedës ma shmange interpretimin politik në raport mes Shqipërisë dhe Izraelit dhe biem dakord që jemi këtu për të analizuar pikërisht çfarë do të prodhojë kjo marrëveshje për Shqipërinë dhe por politikisht më bën përshtypje te Hareci që thotë që e para Shqipëria është një antar i NATO-s, e dyta një sistem apo industri të mbrojtjes të pavarur. Ajo që dua të them është, a kemi një problem politik të Shqipërisë me Turqinë në rastin e kësaj marrëveshje, sepse siç e dim, domethënë deri tani Shqipëria e ka patur, mbas edhe ka akoma dhe këtë pres të ma thuash ti, pas kësaj marrëveshje si do të ndryshojnë gjërat, por a kemi këtu një përplasje midis interesave ushtarake të Izraelit dhe interesave ushtarake të Turqisë, ndërkohë që Turqia dhe Izraeli, siç e dim, po përplasen edhe në Siri. Atëherë, nëse mund të kalosh te pamja para, që është ajo që ishte, duhet të lexoja të filmin e dytë. Po. Dhe pavarësisht, fjalia e dytë ka të bëjë me Brazilin. Po. Brazili është një nga ato vendet, është pjesë e BRICS-it, Brazili. Po. Që është bloku pro-rus. Që themi, që është lidhur me Kinën, me Rusin, e tjerë që kanë krijuar atë blok, kanë qëndrim jashtëzakonisht pro-izraelit, pro-palestinez, dhe megjithatë kanë lidhur kontratë me Izraelin. Me Izrael. Pra për ta shmangur atë kompleksin që kemi ne, një kompleks idiot që nuk di se si të bëj politikë në jashtme. Dhe kjo është, pra doja që ta theksoja këtë pjesë sepse shumë shqiptarë nuk e kuptojnë që interesi kombëtar vjen mbi të gjitha. Pra mua më intereson, Shqipëria mund të intereson halli i Kosovës, i Shqipërisë dhe shqiptarëve kudo që ndodhen, dhe kjo është primare për ne. Shumë mirë që e bën këtë. Në qoftë se ne arrim të marrim marrëveshjen më të mirë për Shqipërinë, kjo është ajo që i duhet kombit shqiptar. Në qoftë se kalojmë me kë. Po, nuk ka rëndësi se me kë, sepse marrëveshja në këtë rast është aktiviteti. Ne kemi bërë qëndrimin ton, sepse duhet kuptojmë, ne qëndrimin ton e kemi bërë që jemi për dy shtete dhe kemi njohur shtetin e Palestinës. Dakor. Pra, qëndrimin ne aty e kemi marrë qëndrimin politik. Kjo marrëveshje raportin ton ushtarak me Turqinë, Endri, si e lexon? Po, shiko, me Turqinë ne Shqipëria ka pasur edhe ka vazhdimisht bashkëpunime, sidomos në fushën ushtarake, por nuk besoj që mund të ketë ndonjë ndikim të madh, duke qenë se ka plot vende të cilat pavarësisht se në kartë dalin edhe para në opinionin publik dalin sikur janë kundërshtar të tërbuar etj, siç është rasti i Brazilit, normalisht nën rrogoz, marrëveshjet e bashkëpunimit e tyre e bëjnë. Me Turqinë ne duhet të kemi parasysh, ne nuk e kemi lidhur fatin e Shqipërisë me Erdoganin, me fatin personal të Erdoganit. Shqipëria ka, për shkak të historisë, ka një raport të veçantë me Turqinë si komb. Nuk ka raport të veçantë me Erdoganin si kryetar një partie politike në Turqi. Dakor. Nesër pas nesër mund të vi një republikan në Turqi. Dhe ne nuk mund të themi dhe një republikan i cili mund të ndryshojë dhe qëndrimin e tij, po themi, në raport me Izraelin apo në raport me vende të tjera. Ne raportin e kemi me kombin turk për shumë arsye. Që do të thotë, edhe qëndrimet që janë të Erdoganit shumë shpesh nuk janë ndjekur, sidomos këto që kanë të bëjnë me rajonin, nuk janë ndjekur nga Shqipëria. Pra ne e ndjekim kombin turk dhe kemi afinitet për shkak të asaj historie të përbashkët, por kur përzihen në agjendat të tilla të partive politike, siç është një parti e Erdoganit, e cila ka
tjetër agent, ne nuk e ndjekim dot mbrapa në atë drejtim. E qartë. Dhe kjo është një qëndrim që mendoj që është qëndrim i ekuilibruar i Shqipërisë. E para punës, sepse nuk bësh zari dikujt, pra nëse Erdogani thotë bëni këtë dhe ne të bëjmë, Shqipëria ka sovranitetin e saj, e ka qenë 1912 dhe ka qenë sovraniteti i vonuar, se do të kishim marrë që nëse Turqia do na kishte dhënë që 1878-ën, sot sipërfaqja e Shqipërisë do ishte 80.000 km², por nuk na e dhanë dhe tokat tona përfunduan tek fqinjet, për shkak të sultanët e saj kohe. Dhe Shqipëria nuk mund të, si në 1878-ën, të varet nga Turqia. Shqipëria ka politikën e saj si vend sovran. Ne me kombin turk kemi atë marrëdhënie që kemi, por me Erdoganin në vetvete nuk është të thënë që mund ta ndjekim në gjithë ato vendoset. Po thua për shkak se ne jemi vend sovran dhe mund të marrim. Jo vetëm që jemi vend sovran, po aleancën që kemi pasur me me Turqinë ka qenë një aleancë e cila bazohesh në këto lidhje të lashta, nuk bahesh nga politika e Erdoganit. Nuk mund ta lexojmë si shkëputje të Shqipërisë. Tansu Çiller, për shembull, kur ndodhi kriza e 97-s, ne dimë se çfarë qëndrimi mbajti Turqia atëherë. Kur ndodhi 97 në Shqipëri që doli si garante e territorit dhe sovranitetit të Shqipërisë, në momentin kur u përfol atëherë që mund të kishte ndërhyrje të Greqisë. Po Tansu Çiller ka qenë kundërshtare politike e partive të Erdoganit. Pra, do të themi që në Turqi ne kemi këtë aleancë, ose po themi këtë lidhje afiniteti me kombin turk për shumë arsye, por se kush vjen në pushtet, ne mund ta ndjekim pikërisht për atë pjesë që është e përbashkët midis kombeve. Pjesa tjetër që ka të bëjë pastaj me agjenda të tipit, për shembull, ky është futur dhe në Libi. Ne nuk e ndjekim dot në agjendën që ka në Libi Erdogani. Erdogani është futur edhe në Sudan. Dhe ne nuk e ndjekim dot në agjendën që ka në Sudan. Apo është futur edhe në Siri dhe ne nuk e ndjekim dot në agjendën që ka në Siri. Ne e ndjekim për sa është e përbashkët midis dy kombeve tona, që është më e thellë se sa Erdogani apo çfarëdo lloj personi që mund të vinë pushtet në Turqi. Ndërkohë, ka dhe një marrëveshje tjetër, Endri, se besoj kemi 10 minuta, një marrëveshje tjetër që disa marrëveshje, në kuadër të disa marrëveshjeve, Shqipëria ka lidhur me Italinë edhe ndër të tjera edhe marrëveshje ushtarake, për çfarë bëhet fjalë? Marrëveshja ushtarake ka dy komponentë. Një komponent ka të bëjë me pjesën e po themi atyre që është zona thellësisë ushtarake, pra me rritjen e kapaciteteve të prodhimit në Shqipëri të industrisë ushtarake, pra predha, artillerie, çfarë mund të jenë kjo pjesë. Dhe pjesa tjetër ka të bëjë me atë që quhet mbrojtja civile. Pra janë dy komponentë, mbrojtja civile e Republikës edhe elementi ushtarak që është brenda. Sepse janë të ndërthurur me njëra tjetrën. Për sa i përket pjesës, të nismë atë që është mbrojtja civile që ndonjëherë nuk kuptohet. Mbrojtja civile nuk ka të bëjë në këtë rast jo vetëm me rastin e fatkeqësive natyrore, pra kur ndodh, siç na ndodhën zjarret edhe që ishin këto që ngelëm keq praktikisht, edhe u dogj gjithë Shqipëria dhe nuk ose kishim avion. Pra rastet të zjarreve apo përmbytjeve apo tërmeteve, pra çfarë ndodhin të tilla ne konsiderojmë si mbrojtje civile dhe është mbrojtje civile, por në kuadër të po themi asaj që është doktrina e NATO-s, mbrojtja civile ka të bëjë edhe me emigracionin e paligjshëm, në cilën po themi me Italinë ti ke një marrëveshje siç është ajo marrëveshja për e Shëngjinit, pra për kampin aty, dhe njëkohësisht në mbrojtje civile quhet dhe siguria kibernetike. Pra, në këtë drejtim, Italia ka ofruar bashkëpunim, dhe bashkëpunim më të thellë, duke pasur parasysh kompleksitetin e situatës në Shqipëri, në të cilën përveç rasteve të fatkeqësive natyrore, ne kemi një marrëveshje për sa i përket Italisë me komponentin që ka të bëjë me migracionin e paligjshëm, rrugën e kufive dhe të tjerë, por njëkohësisht kemi edhe pjesën e asaj që quhet cyber security, pra ruajtjes të dhënave, ose mbrojtjen e sistemeve elektronike nga ndërhyrjet tuaja, sepse ne kemi pasur raste në të cilën sistemet e mbrojtjes shqiptare janë komprometuar. Është folur shpesh për Iranin. Kemi pasur skandale në të cilën kanë dalë të dhënat e qytetarëve shqiptar janë vjedhur dhe janë publikuar online.
ke pasur bllokim të po themi të shërbimeve qeveritare e tjerë, dhe në këtë rast po themi është edhe pjesa pra Italia ofron në këtë rast ekspertizën e vet. Kjo ekspertizë ka të bëjë me diçka tjetër, ka të bëjë me sigurinë energjetike. Në momentin kur ne kemi atë, pra në këto kontrata këto marrëveshje që u lidhen, është ajo marrëveshja për sa i përket kablit të transmetimit, të eksportimit dhe importimit të energjisë elektrike në Itali. Po. Në sistemet e transmetimit të energjisë elektrike sulmohen vazhdimisht nga autorë të huaj, të cilët mund të çojnë në bllokime, mund të çojnë në djegje. Pra, mbamend që ndodhi në Spanjë para ca kohësh, aty fatikisht ndodhi për një shkak të një software-i, domethënë piku që ngelit në Spanjë pa drita. Dhe duke qenë se sistemet energjetike të Shqipërisë nëpërmjet po themi këtij kabli do lidhen me ato të Italisë së Jugut, dhe Italia është e interesuar që Shqipëria të ketë një mbrojtje të mirë kibernetike, në mënyrë të tillë që mos dëmtoj pjesën e këtyre të tjerë. Po thua që janë marrëveshje që në një mënyrë garantojnë edhe kalimin garantojnë dhe atë që korridorin e kalimit të energjisë. E energjisë që është aty, i cili duhet të thënë që mund të shërbejë në dy drejtime, sepse energjia edhe transportohet, po edhe kalon në krahun tjetër. Pra, shiko, ne në drejtim të Evropës kablet që kemi, pra sistemin linjë dhe transmetimit na kalojnë përmes Serbisë. Përmes Serbisë. Po, përmes Serbisë, ato që ikin në drejtim të veriut. Pra kalojnë nga Kosova, kalojnë në drejtim Serbisë. Edhe në Malizi pastaj prap devijohen në drejtimin Serbisë, ose Bosnjës, po kryesisht Bosnjës, që është në zonën e Republika Srpska. Pra aty në drejtim të lidhjes së rrjetit me Evropën, shumica e energjisë që hyn apo del nga Shqipëria kalon nëpërmjet zonave të cilët kapen janë nga serbët, ose serbët e Bosnjë-Hercegovinës ose serbët e Serbisë. Dhe në momentin kur ti krijon një lidhje të tipit të tillë, ti në një farë mënyrë krijon dhe një bypass, pra dhe krijon një, po themi, një pozicion më strategjik të Shqipërisë, që çfarëdo lloj problemi që të ndodhi në të ardhmen, që mund të ndodhi në veri në konflikt midis Kosovës dhe Serbisë, siguria energjetike në Shqipëri të qëndrojë, sepse nuk është vetëm ky transmetim, nuk është vetëm në një drejtim. Pra nuk është se ne do i japim, është në dy drejtime dhe mund të kryhen të dyja njëkohësisht. Pra, një gjë e tillë e pozicionon Shqipërinë edhe më mirë strategjikisht. Dhe kjo ka të bëjë edhe me sigurinë kombëtare, sepse energjia është element i sigurisë kombëtare. Është linja energjetike, është dhe tapi njëkohësisht i cili kalon, pra është energji, edhe ajo konsiderohet energji. Në këtë kuadër, zgjidhja është shumë e mirë dhe hyn në kuadrin e sigurisë kombëtare. Për këtë arsye, edhe Italia ofron ekspertizën e saj në mbrojtjen në kibernetik, sepse elementet të tillë janë jashtëzakonisht të prekshëm. Për shembull, sistemet, panelet diellore për shembull që janë marrë nga Kina, që themi, janë zbuluar, po themi, panelet diellore që janë vënë në Norvegji apo në këto vende skandinave, Danimark, Norvegji e tjerë, që kishin atë që quhet backdoor. Backdoor është, për ata që nuk i kuptojnë sistemet e informatike, është që në atë software-in që ka paneli diellor, ka një software që punon paneli diellor, ka një vend, ka një kanal të fshehtë komunikimi, i cili mund të përdoret nga dikush. Dhe në këtë rast, duke qenë se panelet kanë ardhur nga Kina, me software nga Kina, është lënë një backdoor, pra një kanal i fshehtë komunikimi, që dikur Kina, si thuash, po themi, po kapim raste më bastard, mund të japi një urdhër, pra mund të nisë një komandë nga Kina dhe ty të fiken gjithë panelet diellore. Dhe kjo ka ndodhur, ky backdoor është zbuluar jo vetëm në Evropë, por është zbuluar dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky kanal i fshehtë. Për këtë arsye dhe duhet të kemi parasysh edhe një gjë tjetër, nuk është i vetmi produkt që vjen nga Kina që ka një backdoor, flitet për celularët, të cilët rekomandohet që mos merren celular kinez, pikërisht për këtë arsye, sepse kanë gjithmonë backdoor i cili komunikon me Kinën. E flitet për sistemet e tjera të komunikimit, që ose mbani mend atëherë kur përfol që do merrnim serverat, Vodafone e këto tjerat, që u thanë që nuk duhet marrë server nga Kina, Huawei. Pra Huawei, që është një kompani e madhe, kompania më e madhe në Kinë, NATO atëherë ndërhyri, Shtetet Bashkuara të tjera thanë ju nuk duhet keni servera të tillë, sepse ekziston rreziku i backdoor. Pra
këto backdoor nuk janë vetëm në këto sistemet e telekomunikimit që të cilët janë, por janë dhe në sistemet e energjisë dhe mund të shërbejnë për shkaktuar probleme. Për këtë arsye, është dhe kjo pjesa e komponentit, e cila i bashkohet pjesës së marrëveshjes mbi kablin, mbi energjinë dhe mbi gjithë rritjen e kapacitetit të ushtrisë shqiptare për prodhim. Henri, të falenderoj shumë që të kisha. Faleminderit. Në këtë pjesë të tretë të emisionit kam të ftuar Arjan Galdinin. Arjan, kënaqësi që të kam. Shumë faleminderit për ftesën si gjithmonë. Tash më thjesht si Arjan Galdini. Po. Mjafton. Arjan, arsyeja pse jemi sot këtu është për të komentuar 3 ngjarje që për mua janë, le të themi, të paktën të këtyre ditëve shumë të rëndësishme. E para lidhet me ditën e sotshme, Sali Berisha ka refuzuar, sepse gjatë gjithë javës ishte parajmëruar që Berisha do të shkonte në SPAK. Berisha ka refuzuar të paraqitet për 21 janarin me argumentin që nuk jam njoftuar etj. Si e vlerëson këtë vendim të zotit Berisha? Çfarë do të thotë në skenar po futet, apo shkojmë tek pjesa ku ishim, domethënë në rastin e parë ku Berisha u dënua nga gjykata me arrest shtëpie për shkak të mos paraqitjes në SPAK? Që është e pritshme, unë besoj që është gjëja që publiku shqiptar do duhet të kishte kuptuar që në ditën e parë që Sali Berisha nisi narrativën e tij të rikthimit, sepse ai nuk ka më shanse të ofrojë demokratëve, popullit opozitar, asnjë lloj alternative, rrugëzidhje përfitore. Dhe vetmja gjë që ati mbetet, që ai ta theksojë në propagandën, në narrativën e tij, në mënyrën si shfaqet, në vendimet që ai merr, është që ai të jetë njeriu që persekutohet, pra viktima. Jo më fitimtari, por i persekutuari. Jo më udhëheqësi drejt mundësive dhe vizioneve të reja, por e shkuara që reziston, qëndron aty dhe pastaj ai është pjesë e taktikës komunikimit publik, Arjan, për të shmangur. Por jo vetëm aq, por Sali Berisha tani duke qenë se nuk ka ndërmend më, dhe këtë po them shumë haptazi, ai vet nuk ka ndërmend më të jetë fitues, sepse e para punës e di që nuk fiton dot, dhe dytë punës ai e di që edhe nëse njerëzve në një moment caktuar do u çmendej lopa, do ta nxirrnin fitues atë, ai nuk e merr dot fitoren. Për të gjitha arsyet e dukshme dhe të padukshme që ka politika në pjesë të natyrës dhe të lojës saj, ku përfshihen faktorë ndërkombëtar dhe vendor. Duke qenë se është i qartë për këtë gjë, Sali Berisha tani duhet patjetër që të luajmë ato që quhen kufit periferik. Kufit periferik të Sali Berisha kush janë? Pra ai tregon që atë e persekutojnë, prandaj ai nuk fiton dot. Atë e pengojnë, prandaj ai nuk fiton dot, se përndryshe do kishte bërë namin. Ati i çojnë SPAK-un, i turrin drejtësinë, i turrin GKO-n, i turrin njerëzit që e tradhtojnë, që i marrin vulën, i marrin logon, e çojnë kat 8, e zbresin nga kati 8. Pra ai është njeriu që si Sizifi duhet luftoj për me e çu gurin në maj, por nuk e lën ta çojë në maj. Ama ai deri në maj e çon. Kjo është fabula e Sali Berishës. Dhe bazuar në këtë fabul, ai tani ka ndërtuar një tribunë të re, dhe unë besoj që SPAK-u është kthyer në tribunën e re politike të Sali Berishës. Pra jeta e fundit politike e Sali Berishës do të ketë SPAK-un dhe drejtsinë e re si tribunën e vetme të tij. Kjo jo se do dënohet, nuk ka për të patur asnjë dënim, nuk ka për të patur asnjë problem. Ai do të jetë një njeri i cili gjithmonë do ta ketë SPAK-un një tribunë, por fatkeqësisht për demokratët dhe për popullin opozitar, nëse nuk shtirohen nga kjo pengmarrje, Partia Demokratike Partia Demokratike dhe opozita do të jenë në tribunën e re të Berishës që është SPAK-u, PD-ja dhe opozita janë ajo pedana. Janë ai stoli i vogël që e ngres Sali Berishën për me folë mbi SPAK. Kjo është në rastin kur
ti e përjashton faktin që Berisha mund të merret si pandehur për 21 janarin. Si e shikon këtë mundësinë që Berisha të merret i pandehur? Kur unë kam pas thënë në 2011, askush nuk e mori seriozisht, por edhe e kam shkruar, edhe e kam thënë, që liderët shqiptarë gjithmonë do luajnë me afatet, do luajnë me atë që quhet koncepti i parashkrimit ligjor. Dhe betejë më e madhe që kanë liderët shqiptarë është të prodhojnë sa më shumë zhurmë dhe sa më shumë konfliktualitet mes tyre, dhe ta fusin politikën shqiptare në përplasje dhe në cikle të rrezikshme përplasje në dukje, pra të bëjnë këtë teatrin e fortunave të përhershme ku ata hedhin molotov, zihen, ngrihen, bëjnë revolucione, por ama asgjë nuk u ndodh sepse për të shuar fortunën laboratorike të radhës, gjithmonë duhet bërë një paqebërje e cila u fiton kohë. U fiton kohë dhe sa më shumë fitojnë ata kohë me mekanizma politik dhe me lëra politike, aq më shumë kohë u mbet ligji. Praktikisht, të gjitha krimet për të cilat mund të akuzohet Sali Berisha, të gjitha janë në prag të parashkrimit ose janë të parashkruara. Dhe koha duket që nuk është në favor të drejtësisë. Dhe këtu nuk po flas edhe për një avantazh tjetër që ka Sali Berisha, që është fakti që mosha e tij e bën të pamundur realisht dënimin dhe ndëshkimin e tij, sikurse njerëzit do të donin. A nuk ka qenë një marrëveshje e vjetër e të gjithë politikanëve shqiptar që përmes përplasjeve ata të fitonin kohë? Përmes përplasjeve fitonin kohë? Edhe një tjetër, nuk e di e keni parë, është një skenë fantastike në një nga filmat për legionin e 5-9 romak, po shumë i bukur, ku 10 legionjarë duhej të shkonin për të gjetur legionin e tyre. Dhe në një moment mbeten vetëm 2 njerëz që duhej të vraponin sepse po i ndiqnin ujërit e egër, dhe ujërit po i ndiqnin dhe këta po vraponin. Njëri nga 2 vrapuesit i ngul thikën shokut vet. Dhe ky thot, pse ma ngule thikën, i thot? Sepse thot duhet fitoj kohë, i thot. Sa të harë ujërit ty, unë kam shkuar shumë larg. Pra duhet them që në përgjithësi këta kështu do veprojnë, do lëshojnë her pas here në një Lefter Kok, në një Alqi Bllako, në një Ilir Metr, në një Erion Velie, në një Balluke. Pra do lëshojnë në një poshtë tyre për të fituar kohë, që ujku i Spakut apo... E bukur, Arjan, por kjo na e çon Spakun aty ku thot Berisha si instrument politikës. Është tribuna më Sali Berishës Spaku. Është dekori e Edi Ramës dhe tribuna e Sali Berishës. Po ta shohësh politikisht, këtë që po them unë, dhe po ta zbërthes politikisht, kjo është drama më e madhe që ka sot shoqëria shqiptare dhe realiteti politik shqiptar. Nëse njerëzit duan të kuptojnë vërtetën, sot Spaku është dekori i Edi Ramës dhe tribuna e Sali Berishës. Nuk po del dot nga ky ngërsh Spaku. Nuk po bën goditje të vërteta Spaku, nuk po bën follow the money. Ore, po nuk u hetove pasuritë këtyre. Po nuk fillove me sekuestrime. Po nuk godite paredhënësit, parepastruesit e këtyre. Po nuk godite investitorët e vërtet. Po me çfarë i bëjnë këta gjithë televizje? Po me paramur i bëjnë. Është shumë e thjeshtë, do ta ngjesësh ti Sali Berishën, Edi Ramën, Balluken, tjetrin. Është shumë e thjeshtë. Ndalu parat. Spaku s'po e bën. Po jo, mor, Spaku thjesht po ndjek kështu letra, dokumenta. Dhe nëse ti ndjek letrat, jo parat, mund gjesh në letër për me dënu ndonjërin prej këtyre për shpërdorim dhe tyre, por edhe po gjetë një letër që ti mund ta dënosh edhe për korrupsion, janë parashkruar për të gjitha. Të paktën për pjesën që ka qenë, për pjesën që ka qenë në qeverisje, deri në 2013 janë parashkruar të gjitha, se janë 12 vjet. Janë 12 vjet nga 2013, mos e harro këtë gjë. Dhe po edhe Edi Rama, pse po i ndron ministrat? Po shumë e thjeshtë, është mekanizëm ligjor, më mbrojtje ligjore. Të gjithë ata që kanë qenë ministra në mandatin e parë janë në prag të parashkrimit tani, në mandatin e 4.
Mendoj kështu. Për të fituar kohë. Po, pra, domethënë çdo ministër i ri është një kafshat e re për Spakun dhe një kohë e fituar për Hajdut të vjetër. Është një mundësi që Hajdut të vjetër të jenë prapë në lojë dhe të padënuar. Po në këtë logjik i bie që Arjan që Spak i cili deklarohet apo mbështetet hapur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Bashkimi Evropian i bie që të bëj lojën e atyre që pikërisht eliminimi i cilëve ka qenë objektivi kryesor. Tani Spaku është mes ndërkombëtarëve që po ja mbështesin dhe shqiptarëve që po ja mbështjellin. Dhe në të dyja rastet duket sikur Spaku po e pëlqen pozicionin. Kaq mund të them unë. Unë nuk kam pik besimi më. Edhe sikur Spaku nesër të shkoj me pranga në dorë dhe të arrestoj të 140 deputetët, nuk kam pik besimi më që Spaku do dalë mban të riekuilibroj pafuqinë e shoqërisë shqiptare me mbi fuqinë e elitave plaçkitëse, pakicave që kanë plaçkitur shqiptarët si pushtetar apo si ish pushtetar në këto 35 vite. Mbaroi ajo histori. Çdo goditje që Spaku po bën dhe do të bëj për mua personalisht sot është thjesht arkitekturë ekuilibri politik me dakordsinë e Sali Berishës dhe Edi Ramës. Po protestat, Arjan. Në datën besoj janë shpatur protestat. Data është të hënën me çdi unë, po duhet ta verifikoj. Po 17 është protesta e parë. Po ku ka viktim pa Vajtoca? Po i përndjeguri, viktima, i persekutuari i madh Sali Berisha ka nevojë për Vajtocat. Tashti edhe po nuk gjeti Vajtoca që shkojnë të qajnë se udhimbet, do gjehet me pagesë. Se këtë ka bërë Spaku. Jo, dakor, por çfarë duhet bëjë këtë ka bërë Spaku pra? Ku është faji i opozitës? Ku ka opozitë? Kush është opozitë? Ma tregu demokratike është shumica e shqiptarëve. Është opozita zyrtare në kuptimin e numrit votave që ka marrë përfaqësimit parlamentar. Po. Shiko, zgjedhjet e 11 majit kanë qenë as më shumë dhe as më pak një marrëveshje e mbyllur pas 20 shkurtit 2024 me Sali Berishën dhe Edi Ramës. Dhe fryti i asaj marrëveshje janë edhe numrat që ke sot në parlament, është dhe realiteti politik. Për mua nuk ka më qeveri dhe opozitë në parlament. Ka formalisht patjetër, nuk e diskutoj, por për mua në parlament kemi një teatër shumë të madh ku Edi Rama luan rolin e babait të shtëpisë dhe Sali Berisha luan rolin e plakut të Hoxhakut, i cili kujdeset mos të hyjë në një huaj në shtëpi. Dhe i huaj në këtë rast është çdo alternativë. Kujdestari për të vrarë çdo alternativë, për të shuar çdo mundësi është plaku i Hoxhakut. Pse nuk marrim narrativën që Rama ka përdorur, siç pretendon dhe sot Partia Demokratike, ka përdorur Spakun, ka përdorur grupet kriminale, ka përdorur administratën, ka përdorur gjithçka për të asgjësuar opozitën, se ky është pak a shumë, ky është le të themi edhe narrativa e Sali Berishës dhe PD-s. I Sali Berishës. Pse nuk qëndron kjo si narrativ? Cilat janë arsyet që kjo narrativ është e pabesueshme në mënyrën se si e shikon? Po sepse faktikisht e vërteta është kjo, që në zgjedhjet e 11 majit ne nuk pam asgjësim të opozitës, ne pam rikonfirmim të opozitës Sali Berishës. U duk sikur i gjithë 11 maj u projektua vetëm për të shuar Lulzim Bashën. I vetmi i ndëshkuar elektoralisht në zgjedhjet e 11 majit është Lulzim Basha. Pra marrëveshja është e qartë, nuk ka asgjësim të opozitës, por ka përcaktim të dominancës së opozitës. Kështu që nuk mund të themi dot ne që Edi Rama ka dash me shujt Sali Berishën me tit, apo Partinë Demokratike në udhëheqjen e Sali Berishës me tit. Po t'ishte e vërtet kjo, atëherë çfarë pengonte Edi Ramën që të fuqizonte Lulzim Bashën? Çfarë pengonte Edi Ramën që të fuqizonte Engjeri Dalibein? Çfarë pengonte Edi Ramën që t'i lunte kutit, si tha Ramiz Ladrovsi në Kosovë? E lujta, tha. Apo ja? Po. Çfarë pengonte Edi Ramën që të ndihmonte ta lunte edhe ai, dhe të ndërtonte një opozitë sipas dëshirës tij? Por dëshira e Edi Ramës është e qartë më.
E vetmja opozit që ka vizion Edi Rama është Sali Berisha. Dhe e vetmja opozit me cilën Edi Rama mundet me shkëmbys Sali Berisha, kush është? Blendi Fevziu. Sepse ai do o opozitën që i interviston, o opozitën që... Po kjo dhe shi që që Berisha nuk do të vi më në pushtet, Arjan, nuk ka opozit që s'do të vi në pushtet, pak të në këshu pretendohet. Po. Nuk ka opozit që do të vi pushtet, por rol opozit, kinse opozit, që e ka të përcaktuar skenarin, e ka të përcaktuar kuadratin e veprimit, e ka të përcaktuar madje edhe probabilitetin e influencës, ndikimit dhe arritjes që mund të bëj, sigurisht që nuk e arrin pushtetin dhe nuk e do pushtetin. Këto protesta, Arjan, janë fillimi i një lëvizje brenda opozitës apo mbeten tek ajo që ti sapo the? Është Berishës tani duhet e gjithë skenografia e plot, pra njerëzit nuk duhet mendojnë më për asgjë tjetër, por duhet mendojnë për viktimën i cili tani duhet lartësuar. Pra një opozit që është në këtë lloj gjendje, pra në këtë lloj statusi mental, që mendon se fitoria e saj është vetëm qarja për liderin, ulërima për liderin, vajtimi për liderin, apo ulërima për përmbysje, bën zhurmë, por nuk jep rezultat. Bën zhurmë, por nuk ka qëllime. Bën zhurmë dhe fsheh agenda. Kështu që s'ka lidhje fare, nuk ke asnjë lloj matrice në këtë lëvizje që ndryshon në një gjë skenar. Çfarë projekcioni ka gjëja, Arjan? Dakor, nëse s'ka matricën siç e thua ti, po për çfarë bëhet dhe ku do të shkojë? Ka qenë një teatër që mua më pëlqente shumë. Quhej Monologu i Vaginës. Opozita ka qenë 2013 që bën këtë monologun e vaginës, në një vrim i bie. E përsërit, e ripërsërit, e përsërit dhe ripërsërit. Si monologu vaginës është bërë. Paga shumë po thua... Në një vrim, aty rrotullohet. Te protestat, pastaj... Po të njëjtën që bën Lulzim Basha, të njëjtën që bën Salim Berisha, pra sepse edhe monologu i viktimës, i vaginës, më fal, edhe monologu i vaginës ka disa personazhe që përsërisin, do të thënë këndvështrimet e tyre të ndryshme për të njëjtin objekt. Cikël po thua që nuk do të shojë vrim. Kaq, në momentin që opozita ka si vrim të saj protestën para kryeministrisë, qef do bëj kryeministri. Arjan, ndërkohë më çove te kryeministri dhe te një deklaratë e tij për Erion Veliajn, më pëlqen shpesh dhe ka qelluar shpesh që kur kemi qenë bashkë studio Veliaj ka qenë ngjarje, le të themi. Mbrëm Rama u shpreh se Veliajn e dua më shumë se çe kam dashur më përpara. Tani e dua më shumë se çe kam dashur më përpara. Si e shikon, le të themi, si shikon zhvillimet në kampin e mazhorancës, në një kohë ku Belinda Balluku merret e pandehur, gjykata kushtetuese, le të themi, refuzon apo anulon vendimin e Ramës për shkarkimin e Veliajt, dhe Veliaj rikthehet kryetar, madje ka dhënë edhe ka marrë dhe, le të themi, vendimin e parë si kryetari i bashkisë që lidhet me vendosjen e dekorit për festat e fundvitit. Si i lexon në oborrin socialist, si i lexon lëvizjet, çfarë paremrojnë? Pra nuk ka lajme nga opozita dhe ky është fati i keq, pra për ta bërë edhe ndërlidhjen dhe më të qartë që ta bëjnë njerëzit më të kuptueshme në mendjen e tyre fabulën. Unë nuk jam kritik a priori opozitës, por unë jam i dëshpëruar për opozitarizëm. Sepse nëse lajmi mbetet vetëm çfarë lëvizjesh ndodhi në oborrin e Partisë Socialiste dhe të qeverisë Rama, atëherë çdo gjë opozitare do të jetë një objekt i cili rrotullohet si orbit aty ku do ta çojë Rama. Pra herët Belindës, herët Veliajt, sigurisht që gjithmonë dielli është Rama. Po. Por elipsoidët që do bëjë opozita do të jenë gjithmonë të tillë, aty ku e përcakton dielli. Dhe unë e kam paramenduar dhe e kam paralemruar
që Velia ishte subjekti pambrojtshëm. Një. Ishte një çmim i shtrenjtë që Rama ishte i detyruar ta paguante, sepse nëse Ilir Meta ishte një gjas që zoti Rama dhe zoti Berisha të kishin raporte të mira me administratën e mundshme Kamala Harris nëse ajo fitonte në 4 nëntor dhe kujtoni datat kur kanë ndodhur. Pra fitoria e Donald Trumpit ndryshoi kartat dhe Velia ishte një çmim i shtrenjtë që do duhej ta paguante Rama për të kënaqur qarqet konservatore, të cilat duan gjak soroist. Pra kjo është e gjitha, ama në thelb kur bëhet fjalë për lëra pushteti, dhe sidomos kur bëhet fjalë për lëra pushteti mes njerëzish të cilët kontrollojnë akset politike, madje edhe pjesët që janë transversale në politik, gjërat janë të ndryshueshme. Janë gjithmonë tektonikisht në lëvizje. Ti nuk mund thuash mori fund, mbaroi. Këtë kam parë unë. Pra negociatat ndodhin këtu, ndodhin andej, ndodhin diku tjetër, ndodhin në qarqe, ndodhin në kthina të mbyllura. Pra ti e sheh që gjërat lëvizin me një tjetër ritëm. Jo atë që sheh publiku dhe jo atë që sheh ligji. Madje jo dhe atë që shohin ata që mendojnë se po zbatojnë ligjin. Siç janë Spaku apo prokuroria e posaçme apo gjykoja. Këtë kam parë unë. Pra çfarë po shohim tani ne? Ne po shohim këtë shahun e madh politik që Partia Socialiste po udhëheq procesin dhe po e mban si satelit opozitën. Partia Socialiste po ekuilibron palët. Gjëja më e rëndësishme që ka thënë Rama dje nuk ishte dashuria për Veliajn. Po gjëja më e rëndësishme që ka thënë Rama ishte se ai nuk sheh më asnjë bir që mund ta vras atin brenda Partisë Socialiste. Pra tashmë PS nuk ka më rival. Dhe unë besoj që pazari është bërë. Pra Veliaj mund të shkoj, po parashikoj ose po paralemroj drejt një rehabilitimi nëse heq dorë nga roli i tij si trashëgimtar. Pra ai mund mbetet lojtar, por jo trashëgimtar. Edhe Ballukja mund të mbrohet, mund t'i mbijetoj Spakut dhe stuhive të drejtësisë, vetëm në rast se ajo është e qartë që nuk ka më bir që vret atin. Sepse duket qartë që Rama don të qeverisë gjatë. Dhe duket qartë që Rama don të qeverisë gjatë edhe me veten, edhe me çdo që do lër ai si zgjatim të influencës të tij, të ndikimit të tij. Pra ai kërkon me e përcaktua ai. Dhe tani Spaku unë nuk po them që e ka bërë këtë në marrëveshje me Ramën, por Spaku e ka shumë të vogël, më është ajo që unë e kam thënë radhën e kaluar këtu. Shikoj, është e pamundur që një aktor politik me një skenë të ngushtë dhe me një kostum po aq të ngushtë, ndoshta edhe më të ngushtë se vetë skena, të arrijë të bëjë lëvizje të paparashikueshme dhe të befasishme. E pamundur. Aq më tepër që E pamundur, ore nuk ka nevojë fare të marrin leje, s'ka nevojë fare të marrin direktiva nga Rama. Po kështu funksionon loja këtu. Ai thot tani fute flotën e 6 amerikane për të mbrojtur plumb Pilinçi në këtë gotë. Pak a shumë është e njëjta gjë. Pra çdo rol që ka çdo institucion, edhe i pavarur, edhe Spaku, edhe Lukaku, këtë duash ti merri, të gjithë kanë kështu më si kjo gota, fute flotën e 6 amerikane në këtë gotë. Çfarë mund të bëjë kjo gotë? Mund të bëhet det ku lundron në ndecja? Mund të bëhet det ku lundron? kaq hapësirë kanë. Po kaq më hapësirë kanë, të gjitha çdo institucion, drejtësie, politike, shtetërore, lokale, qendrore, këtë kanë bërë këta pra. E gjë që ose s'po e kuptojnë ndërkombëtarët, ose ndërkombëtarët pastaj nuk është se kanë një agjendë realisht transformative për Shqipërinë. Kështu që këtë nuk jam i sigurt akoma, këtë nuk ta them dot me siguri akoma, se nuk kam një bindje, kur ta kem sigurinë do ta them haptë siç e di. Jo, kjo që Rama po përgatitet të ri gjatë, që e lidhe me faktin që nuk kam asnjë bir që shumë koment interesant. Kaq më sepse Veliaj tani besoj unë do t'jap dorëheqjen. Pra ky është pakti. Veliaj deri në vitri e gëzon sekretar bashkie dhe ai do jap dorëheqjen.
Lëre që ato të Rama që ai do jetë kryetar bashkie deri në 2027. Po. Jo. Për mua Velie do jap dorëheqjen. Dhe kjo e çliron nga Sepse vazhdimësia e Veliet në krye të bashkisë nuk kupton në fakt një marrëveshje të pambyllur. Po unë nuk mendoj që Rama ka kaluar në këtë nivel ofertimi publik për Velien, por edhe kumti për të gjithë aktorët ndërkombëtar, vendas, drejtësie, nëse nuk ka një pazar të mbyllur. Nuk besoj. Nëse jep dorëheqjen Arjan, çfarë do thotë kjo për Velien, çfarë parajmon për fatin politik të Veliet? Do thotë që ai ka marrë në kontroll narrativën e tij politike, pra atë nuk e heqin dot të tjerët, pra tregon që ka forcë politike. Do të thotë që të gjithë investitorët dhe kontraktorët e tij financiar dhe politik tashmë i kanë të gjitha gjasat të shohin tek ai një lojtar relevant, i cili lëviz, pra ka mundësi të mbajë ngarkesë. Partia Socialiste e ka historinë e liderit të burgosur që rikthehet në seli. Pra kemi historinë e zotit Nano. Po, që kemi folur, po. Kështu që për Velie nuk është as pak sakrilegj që ta shoh veten kur të mbaroj të gjithë të sagën e drejtësisë, ta shoh veten një njeri i cili gradualisht ripërthithet në strukturat drejtuese të Partisë Socialiste, por nuk është ndonjë çudi sepse që Rama është përpjekur gjithmonë të krijojë një alternativë të së-majtës që qëndron si sateliti PS-s. Pra PSD-n e ka dashur gjithmonë me vete. Kur ka çuar Skënder Gjinushin tek Akademia e Shkencave, Rama e ka dashur gjithmonë një të majtë nën kontroll, e cila merr votat e pakënaqura të PS-s pra. Pra që gjymton çdo lloj mundësie për të krijuar ajo pakica që ndryshon balancën. Nuk është çudi që Veliej ose të krijojë një parti të re ose të rishfaqet me ndonjë nga partitë ekzistente. Nëse në këtë nëse fabula e Partisë Socialiste nuk ka nevojë më për të piktur. Mund të jetë ky pakti. Pra Rama nuk i ofron atij vazhdimsinë në PS ose një rol në PS, por ama i garanton që ai mund të hyjë në lojë fort, pa ju cënuar kapitalet politike dhe financiare, me një parti të vetëm. Velie e shikon në këtë skenar, Arjan? Shiko, unë flas gjithmonë me probabilitete si e kuptoj unë politikën, nuk flas me informacione. Po. Kjo është deduksion. Këtë janë të bën se këtë duhet të bëjmë dallimin, pra. Unë nuk kam informacion. Por unë përpiqem që ta shoh politikën si ekonomist, unë e shoh me matricë politikën. Nuk ka fenomen politik dhe social që nuk ka një gjast të caktuar me probabilitet matematik ku mund të shkojë. Çfarë mund të ndodhë. Këta janë aktorë, këta janë faktorë. Pra ata këto rezultate japin. Nuk kanë ku shkojnë tjetër. Këto rezultate japin. Arjan, të falenderoj shumë. Edhe unë falenderoj shumë. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sonte nga unë Red Varaku. Natën e mirë.